Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Skenat e të mërshme të pjesës parë, si që tha dhe vetë u detyrot po dhe vetë kryeministri Zoti Rama, që ndoqët të janë pjesa parë, dhe në Zvërneci, ku do të zbatohet një projekt të miliarda $, i cili ka ngjallur shumë polemika, por dhe protestet që ndoqët, dije dhe sot. Ndërkohë, ditën e sotme ka reaguar vetë kryeministri Edi Rama. Ja le ta ndjekim çfarë ai ka thënë. Një vend që nuk ka frikë nga një projekt i jashtëzakonshëm si ky, ku partnerët të jashtëzakonshëm janë përbashkë për të investuar 4 miliardë euro. Po si mund të jem unë njerë kundër jush dhe kundër vetes? Dhe si mund të jenë gazetat e Greqisë, aleatët tuaj në mbrojtjen e mjedisit Shqipërisë? Pyeteni veten, si ndodh kjo? Kur unë kam hyrë në atë zyrë, kam thënë që zyra është e imja, pushteti është juaj. Kam premtuar vetëm një gjë, që nuk do të tradhtoj kurrë. Bota e mbar flet për këtë projekt për shkak të njeriut që e ka promovuar projektin, Xharet Kushnerit. Në vitin 2024, ne kemi bërë një amendim të ligjit për një ekuilibër të drejtë mes potencialit për zhvillim të territoreve dhe mbrojtjes, sepse ligji ekzistus nuk merrte parasysh në territor realitetet e tranzicionit. Projekti do të zhvillohet vetëm në prona private me titull pronësie, një çmenduri totale, ajo futja e urrejtjes për ebrejt dhe shfrytëzimi i dhimbjes gazës nga ata që i thon vetes musliman, po janë pa din dhe pa iman, duke ju thënë shqiptarëve që po vinë izraelitët të marrin tokën, ju thash që aty janë ata që dim dhe janë 2 bashkëpronarët e kompanisë Power Holding nga Katari, një nga fuqitë më të mëdha të lindjes mesme. Sot që flasim, investitorët kanë marrëveshje me Aman Hotel, Cheval Blanc, është brandi më ekskluziv sot, i cili është në Paris, është në Venecia, do vitet në Vlorë. Po unë këtu nuk rri të vegetoj. O do ta bëjmë Shqipërinë me atë vizion për të cilin keni mbështetur, ose më thoni që keni një vizion tjetër dhe doni të shkoni me Sazo Gurin dhe me Arlindo Dritgjatin. Pra, si që ndoj që të nderuar të shikues, ishte kryeministri Rama, i cili reagoi sot, goxha kohë mori në reagim, dhe ne për diskutuar sot për këtë çështje mjaft të nxehtë, unë kam në studion 2 Dorian Matlia, avokat i njohur, Dorian Matlia, avokat mirëmbrëma, faleminderit shumë. Mirëmbrëma. Me ty do të marrim shpjegime të qarta, thjeshta fare, ç'është kjo, ç'është Zvërneci, pronë e kujt është dhe kush sipas jush ka hyrë aty. Ju jeni një avokat i ftohtë, me sa di unë, qartë, dhe do na jepni shpjegime sa më të qarta për popullatën. Ndërkohë, kam zonjën Lindita Çela, gazetare shtek.org. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Arlind Qori, Baton Axhiu, Enton Abilekaj, faleminderit shumë. Knaçi. Dëgjuam pra disa nga pretendimet e Edi Ramës për projektin e Zvërnec.
Ai paka shumë e vendos debatin të zhvillimi turistik që mendon se i duhet Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër, mbrojtja e mjedisit, flitet edhe për mbrojtjen e mjedisit. Zonja Qela, a është zona ku do të zhvillohet ky projekt një zonë e mbrojtur? Një sekondë, Edi Rama vetë e nxori zonë të mbrojtur të kategorisë 5, ku tha se lejohen ndërtimet. Kush janë pronarët e tokave në Zvërnes dhe si janë bërë ata pronarë? Shumë pyetje, por për ta nisur a është zonë e mbrojtur. Këtë fal vendimeve të qeverisë, dhe të themi ndoshta Dori që ka ndjekur këtë historinë dhe deri në gjykatën kushtetuese se si zona u hoq nga harta e zonave të mbrojtura, është sërish faji i përgjegjësisë së qeverisë shqiptare. Dhe aso kohë në mënyrë tërësisht të fshet, mos të kujtojmë pak që nisim me fillimet e projektit të aeroportit të Vlorës, por sot duke patur parasysh këtë zhvillimin këtu, në gjykimin tim del shumë e qartë pse u ndryshua zona nga zonë e mbrojtur ku nuk lejoi në mënyrë kategorike ndërtimi, është ajo që sot kryeministri e deklaroi që lejohen ndërtimet. Kjo ka qenë apo jo zonë e mbrojtur numër 5? Është zonë e mbrojtur numër 5, po ka ndryshuar statusi nga një zonë ku totalisht ishte ndaluar për të ndërtuar. Kategoria 5, thot kryeministri, po dhe ekspertët thonë mua që lejohen ndërtimet. Ylli, djalli fshihet në detaje. Unë them për çështjen ligjore, për çështjen ligjore, nuk po flas me teori. Me asnjë teori konspirative. Për sa i përket anës ligjore, doja lija Dorit, Ylli të lutem, për sa i përket anës ligjore, se si ka ndryshuar zona e Zvërnecit nga një zonë e mbrojtur, ka pasur protesta, vendimet janë marrë në fund të dhjetorit, pikërisht për këto ndryshime të zonës, nga zonë që nuk lejohen ndërtime në zonë që lejohen aktualisht ndërtime, ka një histori të gjatë dhe Dori e ka ndjekur këtë histori në gjykatën kushtetuese. Dhe në të gjitha hallkat e gjyqësisë. Ndoshta Dori e shpjegon më mirë se sa unë nga ana ligjore. Ta pyes me njërë pas teje. Ti më fut mua në situatë për këtë të pyeta në fillim. Nuk është problemi, ajsa unë kam mundur të jetoj dhe duke njohur zonën e Zvërnecit të pronësisë prej vitesh që kam bërë hetime mbi këtë çështje, por edhe duke u marrë gjatë këtyre 2 ditëve, këtu nuk është problemi më së pari i kundër ndryshimeve, kundër investimeve, si që Rama u përpoq sot të sillte një narrativ ku ne ishim, na krahasoi edhe me filmat e Hollywoodit, kur gjithka kush kundërshtonte këtë projekt, është në anën e kundërt të historisë, ose në anën e keqe të historisë, sa dhe qytetarët duhet të zgjedhin. Problemi qëndron kujt kompania është thënë sot. Sot kryeministri, unë mendoj që qytetarët, po unë vetë mu dëshko për ta kuptuar, për kë po fliste kryeministri? Po fliste për një kompani, për një projekt në Sazan, apo po fliste për projektin e zhvillimit në Zvërnec. Projekti i zhvillimit në Zvërnec, Ylli, ka kompanin, paktën dokumentet zyrtare, jo fjalimet e kryeministrit Rama, dokumentet zyrtare të firmosura flasin për Zvërnec South Adriatic Development. Për këtë është dhënë leja zhvillimore. Dhe tani të flasim pak kush janë këto kompanit. Kemi të bëjmë me matrioshka. Nuk kemi të bëjmë me kompani reale. Ndoshta më vonë gjatë diskutimit dhe mund për të lënë edhe fjalën panelit tim, mund të themi për kujt realizohen. Por sa për të hapur diskutimin, këto kompani janë të krijuara brenda 12 ditëve dhe me €1. Zakonisht të krijohen nga offshore-et. Po, me €1. Hajde flasim dhe më herë. Kompania këtu që ka marrë leje zhvillimit, që ne të gjithë pam që tërhoqën zvarr, unë nuk ato njerëzit protestuesit aty, po të shifja dhe element. Po, nuk është më shumë se sa e turshme, jo dhuna, po flas për trupat e sigurisë. Besoj se ne të gjithë jemi qytetarë dhe i shohim kompanitë e securities që janë nëpër Shqipëri. Zakonisht janë njerëz në moshë, kanë gjetur më shumë një punë se sa kemi të bëjmë me bodyguard, të më ngjan mua nga pamja, të cilët po të shifje kompaninë që ishte regjistruar zotëroi nga një zonë. Kompania sapo ishte krijuar dhe mund u çudita shumë që kishte këtë arsenal të madh njerëzish. Pra problemi qëndron kujt i është dhënë leja, a është vërtet kompania për të cilën Rama e deklaron me investimet 4 milionë dhe ne do na sjellim këtë. Ma nuk më rezulton kështu. Po, flasim. Thjesht e thuti, nuk të rezulton? Sigurisht që them ka shtirë, jo ka shtirë, se them ka shtirë shtu, po kam faktën 2 javë, kam 2 javë dhe kam vite që po merem. Mos bëjmë lojra fjallësh, as si Edi Rama, as si opozita. Jo, të lutem. Mos bëjmë lojra fjallësh si politika shqiptare. Kush janë pronarët realisht të pronave në Zvërnec? Fakti që politika ndrydhet dhe struket në këtë histori është se është
Nuk do ta... A bën ylli për narracionin Class Impact të zonjës? Po. E para, o shumë lehtë për një pozicioni shumë komod me anashkalu 4.5 miliard. Jo, do zbërës... Jo, po du të narracioni po të nalem. E dyta, me anashkalu 3 vjetë e gjysë negociata 4. Për një Ju i çështje. dini se unë nuk e di. Nëse nuk e din, dëgjoje, mirë. Institucionet shqiptare prej një muaj nuk thejnë përgjigje. Unë dëgjova, nuk si ndërhyj askuj, ata në dëgjoj. E para, negociatat me personalitetet tilla, edhe me firmet tilla, me kompani tilla dhe me shtetet tilla, nuk i japen transparence, nuk japen transparence aq lehtë, se ajt nuk lejon me dhon transparence. Dhe vjen edhe gjykon me aq lehtësi për 4.5 miliard, unë të kisha thonë merru me rastin i cili është skandaloz, ajo heqja zvarë. Por me këtë, se kush është kjo kompani, është regjistru kjo, dhe me thonë është jo serioze. Mund të thoni ju kush është kompania që zhvillon projektin në Zvërnec? Unë thash, është jo serioze atë që po flet. Për opinionin publik. Kush është kompania? Ti vazhdo thuje. Jo, kush është kompania si pas jush që po zhvillon projektin në Zvërnec? Zyrtarisht, a keni të vërtetuar? Kushner? Mua nuk më rezulton, leja zhvillimit për zhvillimit është dënë për Zvërnec South Adriatic Development. Kjo është leja që është dënë për zhvillim... Është dhëndri i presidentit Trump. Dhe politika shqiptare... Jo, nuk është dhëndri. Mirë, dakord. Ti në thua nuk është dhëndri, atëre më thuaj ti, po pronarët kush janë? Atëre, pronarët e kësaj kompanie me të cilën... Jo pronarët jo, se do nxirrësh njëti offshore 2, 3, 4, 5. Cilët janë pronarët e tokave? Politika i ka ndarë këto në këto... O mendoj që t'japim fjallën dhe kthehemi dhe pronarëve në tokave në Zvërnec, u mendoj që një përgjigje më të mirë dhe më të do t'japi prokuroria shqiptare sot, prokuroria e posaçme, ka nisur një hetim, ka bërë kontrole... Jo sot, e ka nisur më përpara. Ka nisur hetim para... Hetimet është regjistruar kryesisht të themi gjatë javës së shkuar, dhe ndoshta ky është lajmi më i mirë në gjykimin tim, sa i përveç protestave që kanë ndodhur sot në Tiranë, për shkakun e vetëm sepse hetimet edhe kontrollet që janë zhvilluar janë tek eksponentë të cilët kanë qenë prej herësh persona me rekorde të prokurisë. Po, të mbaroj. Jo, po, pritje, të mbaroj. Të mbaroj? Të mos e ndalojmë. A të mbaroj? A ke mbjell do një... A të mbaroj? Jo, të mos e ndalojmë, të mbaroj. Baton, të lutem, të mbaroj. Unë po kam mbjell, unë vi nga një zonë fshat, nuk ke batë qajmë të kostime. Mirë. Po. Bravo. Edhe kam punu tokën, edhe kam punu me pikë. Jo, të lutem, pa këshu. Vazhdo. Atëre po thoja që për mua lajmi më mirë për çështjen e sotme është edhe nisja e kontrolleve të kryera nga prokuroria e posaçme, dhe pse personave ndaj të cilëve është kryer kontrolli nuk janë persona që janë rishtas në rekordet e policisë dhe prokurorisë, ka pasur më herët, madje unë them që aty që sot ne kemi prokuror të përgjithshëm të SPAK-ut e njeh shumë mirë çështje në Vlorë, sepse e ka hetuar këtë çështje këtu. Ndoshta prapë dhe për fillim kemi pronar. Po, i ka hetuar. Zoti Braho ka qenë më herët prokuror në Vlorë, ku ka nisur hetime, pikërisht për një sipërfaqe që përfitues janë familja Shehu, dhe pronar është bërë varrëmisi i qytetit të Vlorës. Dhe, po të themi prapë dhe më herët, zoti Ylli, është që kur erdhi Rama në pushtet, ngriti një... Kur e ka marrë Shehu këtë tokë? Atëhere nuk është vetëm Shehu, ka dhe pronartë... Jo, Shehu kur e ka marrë, se ka shumicë. Atëhere në mënyrë që të jemi, sepse datat edhe nuk mbahen mënd, atëhere gjithçka mos gaboj ka filluar fillon që në vitin 2003. Në qoftë se do t'i kthehemi Vlorës atyre viteve, pothuajse kadastra e Vlorës ishte krejtësisht në kontroll të një grupi të caktuar. Është përdorur një vendim që quhet, atëherë historia ka qenë po e tillë, në Agjencinë e Komisionit të Kthimit të Pronave bëi një dokument, dërgoi një kërkesë, e cila pretendonte palët për kthimin e pronës. Dhe ndër këto ishte dhe familja Shehu. Por, duke qenë që agjencia ose Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave refuzonte kërkesën për shkakun sepse kishte gjetur manipulime me dosjet, manipulime me përkthimin e gjuhës dokumentave kadastrale nga turqishtja në Shqip, ka rrëzuar kërkesën e pretendentëve. Vazhdojmë avokatin me këtë, cito vetëm pronarët. Vazhdojmë avokatin me këtë, se ky ndihet më shumë si një problem politik, po
Unë po flas teknikisht dhe janë 35 hetime të prokurorisë, së Vlorës dhe prokurorisë, dhe kjo është përgjigje zyrtare që unë kam. Kur kanë filluar hetimet? Atëre, dosja e parë e zotit që lidhe me familjen Sheo, me blikët, mos gaboj ka nisur për tjetërsimin e një sipërfaqe për 89 hektarësh toke dhe në mos gaboj duhet jetë diku të kërkojnë ndjes për vitin, duhet jetë diku tek vite 2014-2015. Sepse para asaj kohë dhe prokuroria s'ka bërë asnjë veprim. Jo, ka bërë veprime. Ka njerëz janë dënuar, personat të cilët kanë përfaqësuar familjen Shën, është edhe nga hipotekat, por edhe nga kadastra apo dhe kryeplak. Madje edhe personi zoti Petrita që përfaqëson te kompaninë e familjes Sheu është i dënuar. Ka dhe vendime të sekuestrimit të pronave në lidhje me Zvërnecin. Pra nuk është një histori sot, aktualisht edhe pastaj edhe fundit, po të dalim kush pagoi vlerësimin e ndikimit në mjedis për zonën kur u ndërtua aeroporti i Vlorës, janë pikërisht të kompani që sodronin pjesën më të madhe të zonës aty. Zoti Matlia, si është problemi i pronës private aty në Zvërnec? Cilat janë problemet nëse ka problemet ligjore? Çfarë rregullash duheshin zbatuar? Tani këtu problemi është që kemi të bëjmë me, më thënë, toka nuk është vetëm private, ka dhe i pjesë tokë publike. Gjithmonë ka tokë publike në një ligatin. Bëhet fjalë për së pari, ka një ligj që është i kohëve të hershme, i fillimit viteve 90, që përcakton pronat e paluajtshme të shtetit dhe tokat që janë 100 metra nga bregu, tokat që janë në zonat e lagunave, si rasti konkret, dhe tokat që janë servitutet e kalimit që të dali kushdo në breg një moment saktuar, janë toka publike. To janë të patjetërsueshme. Pastaj ka dhe toka private, që pa tjetër që domethënë ka individ aty që kanë toka private, por dim gjithashtu që sot ka ende procese gjyqësore që nuk i kanë zgjidhur problemet e konfliktet pronësisë për këto toka private. Disa persona kanë marrë tokat me ligjin 7501, disa të tjerë kanë marrë me kthimin e kompensimit e pronave, ku bëhet fjalë edhe ato që përmendën dhe gazetarja. Por kemi parasysh që toka në fjalë për sa i përket tokës private të një prej familje Sheu, me aq dokumenta sa disponojmë deri tani, rezulton që të jetë diku ndoshta 47 hektarë ose diçka e tillë, paktën me një vendim, ndërkohë që po flasim për një tokë që është shumë herë më e madhe për projektin në fjalë, të paktën 5-6 herë më e madhe si projekt, po flasim nga 470 metra, projekti është 2 miliona e ca metra katror, mos gaboj. Ku flitet, po kjo është buria mediatike vetëm, që 1.2 milion metra katror i ka një kompani që e kishte shtetas i Redistruga dhe që e shiti pastaj tek disa shtetas nga Katari. Problemi është që të dajmë pak domosdoshmë lejen e zhvillimit nga leja e ndërtimit. Leja e zhvillimit vetvete mund të jepet edhe kur ka ende të pasqaruar apo themi disa konflikte pronësie. Por leja e ndërtimit më mbrapa nuk mund të jepet dot pa i zgjidhur këto probleme. Sepse kjo rrezikon praktikisht seriozitetin e gjithë investimit, domethënë edhe vetë investitorët nuk kanë interes për gjë të tillë. Këtu po flasim për të paktën domethënë ato çfarë unë shoh si probleme në momentin e parë, është kemi parasysh në parantezë kemi gjithmonë një mungesë tërësisht transparence nga organet shtetërore. Nëse do hapim tani faqen e Këshillit Kombëtar të Territorit, do shikojmë aty shumë leje të dhëna për shumë subjekte ndryshme, me detaje madje, por lejen e zhvillimit për rastin konkret nuk do e gjeni. Madje as lejen e zhvillimit as për çështjen e rrethimit dhe as për çështjen e rrugëve që janë bërë këto ditë janë hapur, po themi, janë shtruar ca trase rruge. Të cilat domethënë kanë edhe një mangësi tjetër. Janë pa bërë një vlerësim të ndikimit mjedis. E ka thënë vetë kryeministri sot në atë deklaratën e tij të gjatë që nuk ka një studim mjedisor ende. Dhe madje pretendoi që këto rrugët po i hapim që të futen makineri që të bëjë studim mjedisor. Nuk është e vërtetë, studimi mjedisor nuk kërkon futje makinerish, kërkon pajisje të tjera, por gjithsesi duhet patjetër të bëhet një vlerësim para praktikë për rrugët. Se varet çfarë shkel aty. Aty shkel janë 33 specie të rrezikuara në zonën e Nartës, që janë të lista e kuqe që mbrohen ndërkombëtarisht. Dhe nuk mund të futet askush dhe të shkeli... Pra ju thoni që cënohet mjedisi dhe natyra? Aty cënohet mjedisi dhe natyra, po ty nuk cënohet thjesht mjedisi dhe natyra në kuptimin romantik të fjalës, aty cënohet mjedisi dhe natyra dhe në kuptimin politik të fjalës, sepse Shqipëria ka ca detyrime, ka shi konventës së Bernës, ka shi konventës së Bonit, ka shi konventës së Ramsarit, konventës së Rios, direktivave të Bashkimit Evropian të habitateve dhe shpendëve, të cilat janë kushte, sidomos të dy të fundit,
Qose nuk plotësohen këto kushte, atëherë rrezikon edhe gjithë procesi i integrimit vetvete. Kemi parasysh që Narta, zona Nartës dhe Pishporo, gjitha e zonë ku përfshihet edhe Zvërneci brenda, nuk është thjesht një zonë e mbrojtur kategoria 5, por është një zonë e cila është zonë emerald, që është e mbrojtur nga Konventa e Bernës, është një zonë Ramsar, e cila është e mbrojtur gjithashtu më vete, është një kandidate për rrjetin Natyra 2000, që është kandidati i zonës mbrojtur të Bashkimit Evropian, që kuptohet kjo është kur të futemi në BE, do ndodhë të ishte domethënë e mbrojtshme, por gjithsesi BE që tani është duke e parë me shumë vëmendje këtë aspekt, sepse praktikisht Natyra 2000 është e rëndësishme për Evropën që tani, sepse kjo tregon pak a shumë, kjo është test për shtetin, dhe në një farë mënyrë kemi të bëjmë një problem që del përtej thjesht atij nivelit romantik të atyre flamingove të bukura. Është çështje problem i madh, domethënë, i detyrimeve të Shqipërisë karshi konventa ndërkombëtare. Për të thënë diçka për lidhje me zonën e mbrojtur. Zona e mbrojtur lejohet të ndërtohen vetëm aktivitete bujqësie tradicionale, jo të ndërtohen, që të kryen, domethënë, të kryen aktivitete pentarie, të kryen aktivitete gjithashtu të peshkimit. Dhe me një ndryshim të fundit që përmendë edhe kryeministri sot. Zona e mbrojtur kategorisë 5. Të gjitha zonat e mbrojtura, po, të gjitha kategorive. Po këto tash që po thoja, specifikon kategorinë 5 si zonë që mund të ndërtohet. Këtë të fundit do ta thoja pra përveç këtyre 3 aktiviteteve, me ligjin e fundit që bëri qeveria e propozoi domethënë dhe e miratoi kuvendi në 2024, u shtua edhe aktiviteti turizmit. Dhe kjo nuk është shtuar vetëm ke zonat e mbrojtura kategorisë 5, po ta shikojmë ligjin me vëmendje, shtuar për të gjitha zonat e mbrojtura të Shqipërisë, qofshin ato kategorisë parë. Pra praktikisht domethënë ligji bëri një hapje të mundësisë të turizmit dhe pesyje kudo ku ka zonat mbrojtura, që janë 20% e territorit të Shqipërisë. Pra nuk mjaftonte më 80% e Shqipërisë për të bërë turizëm, po duhet harxojë edhe 20% që fundit. Dhe kjo pjesë ka kaluar në filtrin e gjykatës kushtetuese. Ky amendament është në vetvete një amendament shumë i brisht, që shumë shpejt, herët apo vonë do rrëzohet për 2 arsye, ose do ta rrëzojë gjykata, ose do ta rrëzojë Bashkimi Evropian me një kërkesë posaçme. Sepse kemi të bëjmë një problem shumë të madh që shkel, siç e thash, të gjitha këto konventat hapur. Ajo çfarë ndodhi në gjykatën kushtetuese, pse gjykata kushtetuese nuk e tha një gjë të tillë, është sepse u ndan. Siç ndahet gjykata kushtetuese, her pas here, jo shumicë, 3 persona nga gjykata kushtetuese thanë që është ligj antikushtetues, i shkel të gjitha konventat që u përmenda dhe për të arsye duhet shpëgjizohet. 5 të tjerët nuk thanë që nuk është antikushtetues, po thanë duhet presim një moment dalin lejet dhe se në një farë mënyrë kërkesa e jon ishte e parakohshme. Pra, kur të dalin lejet atëherë do konkretizohet problemi dhe do shikohet sa antikushtetuese është. Pra le të themi situata është e tillë që, më falni, kam një problem me kupshin. Nëse po vazhdoj po shpjegoj gjën. Pra le të themi që 3 antarë gjykatës kushtetuese thonë që është antikushtetues ligji. Pastaj më pas 5 të tjerë abstenojnë dhe 0 antarë gjykatës kushtetuese janë ata që praktikisht thonë që ligji është në rregull. Pra ky ligj do bjeri herët apo vonë. Dhe do të më falni vetëm sepse më ra kufja Shkon njëri nga tjetër. Lutem ndihmon shkon njëri ndihmon atje tani se ju lutem. Atëre zoti Qori, fillojmë me ju, pastaj dhe me zotin Haxhiu. Kryeministri sot ju ka përmendur disa herë. Ndihmoni sa më parë, lutem. Ç'është qëndrimi juaj për projektin e Zvërnec? Domethënë ka përmendur rregulloje ti, rregulloje nëse tenden. Që mos bëj zhurmë. Pse po protestoni? Ta nisim nga gjëja më pak e rëndësishme, po që është do me thënë se prap. Unë kam qenë bashkë me aktivistë. A ndihmua të, ju lutem. Vazhdojo. Po them, që ditën e shtunë, me aktivistë Lëvizjes Bashkë, kemi qenë në Zvërnec, na kanë thirrë qytetarët, banorët aty vendas, kemi protestuar, na kanë gjuajtur me atë spraj në syve, kemi qenë dëshmitar të rrëmbimit personit nga banditët e policisë private, të memecerisë dhe shurdhërisë së policisë shtetit për të ndërhyrë dhe për të mbrojtur qytetarët nga gangsterët. Kemi qenë pjesë e protestave, të 2 protestave në Tiranë, dhe mbesoj ylli, ftesa jote ka qenë e para që unë kam marrë këto ditë nga televizionit. Të mora që ja ditun, po si po është ftesa e parë dhe kjo është dalja ime e parë në televizion Shqipëri, ndërkohë që në Shqipëri po bëhet nami, ose më saktë, kjo është ftesa e dytë, po e para e di nga më ka ardhur? Nga Kosova. Dje, televizioni TV1 në Kosovë, u shqetësua dhe tha, pa të pyesi mirë që ndodhë në Shqipëri. Televizionit Shqipëri, censur absolute, si kur këtu nuk po bëhet nami,
Dhe vetëm sot që ka dalë Rama është detyruar të reagojë publikisht, janë kujtuar për atë që po ndodh. Në Shqipëri po ndodh diçka jashtëzakonisht e rëndësishme, është kulmimi një procesi që unë e quaj të akumulimit nëpërmjet shpronësimit. Shpronësohet pronarët e vegjël, legjitim, në Zvërnec po, po nga do, në Rjoll, kudo ku ka problemet ngjashme, Bregdete dhe në Male, është një proces i shpronësimit nga pasuria jone e përbashkët publike, se një zonë e mbrojtur nuk është thjesht pronë private. Një zonë historike nuk është thjesht pronë private. Është pronë dhe pjesë e trashëgimisë tonë natyrore dhe kulturore. Është njëkohësisht, dhe ato tela me gjemba janë një tregues shumë i rëndësishëm dhe në një farë kuptimi zhveshje e qytetarëve nga dheu i tyre. Se unë nuk kam parë në një rast tjetër në botë që të rrethohet plazhi me tela me gjemba. Nuk ka. Mund të rrethohet një shesh ndërtimi me tela me gjemba, po të rrethohet plazhi. Ca gra aty po ta shikoni aty mbrapa, kaluan në det që të futeshin brenda tokave të tyre dhe atë burrin që pastaj e rrëmbyen edhe i vun pistoletën kokë sipas dëshmisë tij. Në atë zonë e kapën pikërisht tek telat me gjemba. Pra jemi në një shpronësim disafisht dhe pikërisht ndaj këtij shpronësimi disafisht, ndaj kësaj dhune që nuk është vetëm fizike, po dhuna fizike është simptom e një dhune strukturore, asaj që të thash pak më herët, e shpronësimit, e akumulimit nëpërmjet shpronësimit. Kjo ka qenë arsyeja pse qytetarët në Zvërnec të shtunën dhe qytetarët në Tiranë të dielën dhe me mira sot të hënën dhe akoma më shumë nesër të martën e kështu me radhë, kanë dalë dhe do të dalin në sheshet e Shqipërisë. Kjo protestë që kemi ne këtu përpara, është protesta më e bukur që ka ndodhur në Shqipëri në 35 vitet e fundit, ka qenë më e madhe se protesta e studentëve të vitit 2018 dhe aty zoti Qori jeni dhe ju pse? Patjetër, jemi aty sepse besojmë në outcause, sepse kemi qenë si parti e kemi ngritur zërin atëherë kur asnjë parti nuk e ngritur zërin. Kur unë kam qenë Zvërnec dhe me Redi Mucin dhe me aktivistët e tjerë të Lëvizjes Bashk, nuk na ka parë syri asnjë përfaqësues të asnjë partie tjetër politike. Sot që flasim, Edi Rama del e msulmon mua, Sali Berisha del dhe thot ne jemi pro investimit, pra praktikisht është në krah të Edi Ramës, dhe kjo përgjigja nga populli aty mira veti, di që kanë thirrur sot? 3 thirrje kanë qenë. Anulo projektin, dorëheqje e Ramës dhe Rama në burg, Berisha në burg. Kur në Shqipëri, as në protestën e studentëve, thirrje të tilla politike emancipuese nuk janë thënë një zëri nga kaq shumë njerëz dhe ku strukturat e poshtrat partive të vjetra politike nuk kanë qenë pranishme. Ajo është e para protesti s'ka guxuar të afrohen patronazhistët, s'ka guxuar të afrohen berishistët, sepse masa e madhe e qytetarëve të Tiranës thërristen korr, përveç thirrjeve patriotike që sigurisht i duan të gjithë, thërristen korr që këta dy bashkëfajtorë, pse ka ardhur Shqipëria në këtë gjendje, të përfundojnë aty ku e kanë vendin dhe në burg. Dhe ajo çfarë më jep akoma dhe më shumë shpresë, është që njerëzit në protestë kërkojnë që ajo të vazhdojë, kërkojnë që ajo të jetë masive, kërkojnë që të ndalet ky projekt shkatrimtar për natyrën, për pasuritë tona, të përbashkëta, dhe për tjetërsimin e pronës private, jo vetëm në Zvërnec, po kudo tjetër për Shqipëri. Po bisedoja me qytetarët në Zvërnec ditën e shtunë. E di që më thoshin? Ore, këta pronarët, shehu me shok, nuk janë dhe banorë të fshatit, nuk kemi parë kurrë. Si ka mundësi që 3 janë pronarë me 10 hektara, ku di unë sa, kur fundja Shqipëria me 7501 e ndau të tokën barazisht, si ka mundësi që kemi 3 latifondistë, mesjetarë dhe qindra fshatarë, të thjesht që kanë ngelur të papronë. Nga doli kjo mrekulli mesjetare kështu, që u shpikën 3 pronarë dhe qindra tjerë. Njerëz që më tregonin, baba im, gjyshi im, gjyshja ime, nëna ime, kanë punuar, kanë hapur rrugën, kanë punuar, kanë mbjellur pemët. Dhe ne thot jemi të papronë, ne jemi të shpronësuar. Vin këta gangsterët që kanë kapur kadastrën e Vlorës, që kanë kapur kryeministri, që kanë kapur ministrat, drejtorët e policisë, dreqit e të birin, Spaku sot ka deklaruar që ka kapur hetimet dhe janë shndruar në pronarë. Janë shndruar në njerëz që projektojnë të bëjnë miliarderë, bashkë me oligarkët që do ndërtojnë aty si kastrati me shok, e bashkë me oligarkë tjerë të huaj që do e shohin Shqipërinë si vend për fitimet shpejta. Se këtu flitet për miliarda
euro investime, po askush nuk di të thot, a ka kosto për këto miliardë euro investime, po të na vinë njëri dhe të thot, do ndërtojmë kazino në Kalan e Krujës. Do prishim Kalan e Krujës, do ndërtojmë kazino. 3 miliardë dollar. Do e pranojmë? Po të shkoj një tjetër, e kanë bërë pjesërisht. Do thonë, do ndërtojmë resort turistik gjigant duke shkatruar Butrintin. Do e pranojmë? Pra, a ka kosto investimi? Dhe e dyta, a tregon do tjeri se nga ky investim kush përfiton? Çfarë do përfitoj populli shqiptar, komuniteti zonës? Çfarë do përfitoj? Do jenë yzmeqarët, ata që lajnë banjot e miliarderëve? Çfarë kanë përfitoj? Çfarë do përfitojnë? Çfarë po përfitojnë sot që flasim? Në dhërmi, në palas, tendasit, aty ku oligarkët kanë bërë namin, aty ku oligarkët shtojnë miliarda, qa përfitojnë komunitetet vëndase, qa përfitojnë të rinë që punojnë për 5 lega? Pyetja ime kishte brenda dhe edhe pjesë në momentin Arlind, çfarë është e palishme në këtë rast? Çfarë është e palishme, do na thot Spaku njerëz, se Spaku për a thot jemi në hetim se këtu kemi vjedhjet pronës. Vjedhjet pronës i ka 25 vjetë. Po mirë, është një proces i vjedhjes pronës. E dyta, ta që janë në të dy llojet e qeverisjeve. Banorëve Baton? Unë e kuptoj Arlindin për retoriken edhe për atë që dëshiron të arëzoj pushtetin, është e drejtë e tij se është politik, por absolutisht nuk pajtohem me gjuhën, absolutisht nuk pajtohem me të vërtetën që i duhet, ose me të vërtetën që ja u thot protestuesve, shikuesve, për atë që ndodh në Shqipëri. E para, me mënyrën se si është narracioni, nuk zhvillohet vendi. Dhe e dyta, unë pajtohem se prona është gjithçka. Është e njeriut dhe ai du ta gëzoj atë. Por vendi nuk zhvillohet nëse prona mbetet si peng e një ideje e asgjës. Dhe shumica e pronave në Shqipëri janë asgjë, me të thënë drejtën. Dhe janë asgjë për faktin se ato njerëzit krijojnë një ide se mund të pasurohen duke ndajt dhe e presin momentin kur ato prona i shesin dikujt për të pasuruar pa bërë asgjë. Dhe kjo ka ndodhur gjatë gjithë kësaj periudhe. E para, të nalemi të projekti Zvërnecit. Unë nuk du të hy se kush ka të drejtë në prona, për arsye se ato e thot prokuroria, ato e thojnë gjykatat, dhe me një gjë nuk pajtohen. Nëse njerëzit i japin të drejtë vetës, t'i shesin prona, dhe njeri është i guximshëm t'i blej prona dhe t'investoj, ai ka të drejtën e Zotit që t'jetë lafundist i mesjetës apo pronar i një bote moderne për të krijuar një projekt i cili është 4.5 miliard. Për ata që se dinë sa është 4.5 miliard, ajo i bjen që këtë smundje ka shëruar moti Malizi, Kroacia, Portugalia, të fundit të cilët kanë pas kësi prona, dhe kanë bërë këse rezorte të cilët e kanë ndryshuar GDP-n e vendit. Si mund të refuzohet 4-5 miliarda që lehtë, me një retorike cila është dorën zemër kundër pushtetit Ramës, por jo nuk do t'jetë kundër investimit. Rama mund të ketë plot gabime, Rama mund të ketë edhe ose pushtetit ti mund të ketë bën me katastër namin, por të refuzohet Aman grupi, do me thënë, do është fare mos të keni djeni se kush janë ata. Veç po të kallzoj, veç po të kallzoj, Aman grupi, unë po t'japi 100 zona të brojta, vetëm pak, unë po t'japi 100 zona në botë, ku Aman grup është me hotelet më të mira, dhe ku shtetet ja kanë dhënë të drejtën të ndërtoj gjëra që ju kanë përshtat ambientit, ju kanë përshtat rrethonave, specieve të cilat janë... Pasi aty ka shtet, këtu s'ka shtet. Kjo është bandit korruptuar që nuk hyu aty. Nuk të shpronsoj të shkatrojnë natyrën. A mund të ngrinë pyetjen 4.5 miliard euro i ka parë njëri me dokument të shkruar që është investime, apo do të besëm që thot kryeministri? Në qoftë se gjendet një dokument të shkruar që në Shqipëri do vinë 4.5 miliard euro... Vetëm ta sharojmë një bë. Në shkretirin e Jutas, është ndaluar rrepsisht të ndërtohet një shtëpi, e lejma një hotel. Në gjithat hapësiren, prej qindra mijëra kilometrave, është vesh një hotel. Aman Group Hotel. Që është e rujtun, është e konzervume nga shteti Amerikan.
Jo, unë s'po flas në Amerikë, për shembull, në një hapësirë ku janë miliona metra katror. Ne ku dush mundesh me hyrë në internet. E kam vizitu personalisht. Personalisht. I kam vizitu të gjitha kanjonet. Dhe ata për turizmin, zhvillim në turizmit e kanë lënë një hotel ku njerëzit mund të shkojnë. Pas ke goxha privilegje që i viziton të gjitha këto. Kam privilegje se kam dëshirë. Nuk është privilegje, kam dëshirë. Dush vish me dashur. Shiko, e di çfarë do të them. Detyra e një kompanie është të fitojë. Apo jo? Jo, mos hyna ne. Detyra e një shteti është vërrregulla. E kompania fiton, e gjen shesh e bën për shesh, kudo. Ku e gjen shtetin e fortë, u bindet rregullave. Ku e gjen shtetin e dobët, e njëjta kompani të bën sallat, natyrën, pronat, të rrethon plazhin, t'i bën gjitha. Vetëm të shikojmë Zonjusha ose Zoja, po flet për 4.5 miliard. Sikur t'jen fara. A ka një dokument të shkruar, një dokumente, keni ju, do më Kur flasim për 4.5 miliard, kur flasim për Aman Group, kur flasim për personalitete publike që e kanë sekret investimin, nuk vjen aty mi a thonë publiku që ti ta dish keni ku parë një shkojnë aty. dokument të propozuar nga këtë kompani, të lutem, se unë të rriqe nëse unë e kam gabim. Nëse kemi një dokument të shpa. Jo, vetëm një kompani e tillë, Aman Grupi. Kur hinë në Do vijmë Aman Grupi këtu. Ajo është me a fortë se Shqipëria, Zoj. Me a fortë se Shqipëria. A ju kujtohet çështja e Kakomes, zotri? Kujtohet Po, shumë. edhe çështja e Kakomes, asë kohë kryeministri i vendit deklaronte po kaq kollaj fort, që ishin kompani franceze. Mo kjo shihet. Po ku është Kakomeja sot? Ku ke kompani? Kjo shihet. 4-5 miliardë ekziston apo jo? Ku ekziston? Unë nuk besoj që ka kompani serioze, të lutem. Unë nuk besoj që ka kompani ndërkombëtare me asa unë njoh, që do përfshirë në një projekt me çështje të komplikuara të pronësisë, me çështje ku vetë prokuria jemi sigurisht. Jemi 4.5 miliardë. Po flasim për diçka tjetër. Po flasim për diçka tjetër. Mos kalo për një A keni parë ju një dokument që vërteton? Unë i besoj kryeministrit që... A ju besoni a priori kryeministrit? Jo, a priori. Unë i besoj një njeriu që ka pushtetin, del publikisht, dhe do i marr votat, se ai kur thot se investimi është 4.5 miliardë, ai s'ka ku iken pastaj. Nuk ka ku iken se ai du të arsyetoj publikisht. Du t'i thot Arlind Çorit se kam gënjur apo kam thonë vërtetën, se ky i shton në votat me këtë gënjeshtër. Po kjo 4.5 miliard mund t'ishte për projektin, mund të flite, keni jo në dyshim nga kryeministri mund të fliste për projektin e Sazanit? Por unë s'kam dyshim, ai është njeri kryeministër i vendit. Unë s'kam dyshim derisa ai flet publikisht. Në momentin që gënjen, ai iken nga pushteti. Se po flasim për 4.5 miliard. Po flasim për Katarin që s'ka angazhuar. Po flasim për Emiratet e Bashkuara. Po flasim për një grua që e ka Ivanka Trump që e ka vendos fytyrën e vet. Edhe Kushner. Ka bërë reklama. A di çfarë më thon me vendos? Të lutem. Familja Trumpit një gjë që unë kam rezervat jashtëzakonshme. Sa familja Trumpit më ramara. Jo. Të lutem tani. Jo, unë kam rezerva, por flas për presidentin. Papa i Romës tani vetë. Jo. Lutem tani matrapaz global janë tani Amani. Nuk po hy, unë po flas për presidentin e Amerikës. Unë kam rezervat jashtëzakonshme. Shikoni SBA si hetohet familja Trump, si kritikohet, se si përfitojnë nga pushteti i jatit. Për projektet politike që i ka Trumpi, unë kam rezerva. Kemi që nga 91 që na thon mbyllni gojën, po folën ande nga perëndimi tani. Unë po flas për 4.5 miliard. Po flas për vendet e fat i kemi. Para nuk e dim a janë as janë. E dyta, nuk janë, nuk investojnë në mënyrë të lishme. E treta, nuk do ketë efekte për parimtare. Ja, një sekond vetëm. Ja, këtu s'ka debat. Ikim ti momenti, shiko. Të mos shkojmë në uta larg. Amani Group është në Montenegro. Dhe ka Shpinën e Mbretit. Aty nuk shkon do të bazon më shumë se 9-3.000 euro në ata, dhomën. E vërtet është? Pra, në qoftë se do bëhet një biznes, le t'ja thonë më popull shqiptar, para i duhen vërtet. Qoftë se do bëhet një biznes ku do vinë të pasurit, super të pasurit, sepse çmimet aty do t'jenë të kësaj kategorie. Ti përmende Aman Group. Ka një 500.000 banor, 600.000 malizi, që do bëjmë edhe ne? 600.000 veta... Kryeministri, që shpërndajmë fitoj dhe kompanitë të tjera shumë të mëdha sot. Hotelet luksoze. Po në qoftë se bëhet për ata, është fjala që do t'jetë 15.000 euro metër katrori, e këto. Aman Grupi, kryesisht, investon në zonat e mbrojtura. Kryesisht, gati 95% të rasteve hyni. Edhe shikojeni, investon në zonat e mbrojtura. Por adapton të gjithë projektet e veta mbi ato zona që ekzistojnë. Aty kjo është.
Shflitet për 10.000 njësi banimi. Ku ka më zonë mbrojtur me 10.000 Nuk e njësi di banimi? ato. S'ka projekt. Nuk ka projekt. Nuk ka projekt. Për shifra ka projekt, për njësit e banimit nuk ka. 10.000 njësi banimi është qytet në vete, edhe zonë mbrojtur. Edhe qytet aty me beton, nuk shkon, pra nuk shkon. Nuk e di. Nuk shkon, nuk do ketë më zonë mbrojtur, nuk do ketë asgjë. Tani, interesi e zakonshëm, se si rallë i mbrinë të panumërt janë dhe thonë, deri dhe grekët kanë ndryrë të gjitha, që duan autobuset grek, që duan shumë thonë të gjitha, por ne nuk jemi detyruar tani të bëjmë teori. Nuk ka autobus që kemë foto me jaje. Kështu tani se nuk shkon kjo. Por unë isha aty janë banor të zonës, ma janë banor të zonës, sigurisht janë emigrant, një pjesë e tyre janë emigrant. Ka ndodhur, më falni që po e më me njëri tjetrin flisnin shqip, jo vetëm me ne, me njëri tjetrin në flisnin Zvërnec, jo tani, por shumë vite më parë. Zvërnec propozoj- në fshat ku treqëreku në popullsisë, për shkak se janë minoritar. Dindita, po se tani po folet Po ti. jo, po thon vetëm grek. Unë i le dhe jashtë lori dhe avokatin dhe që s'është futur Që fare. ndajmë pak nevojën e Shqipërisë për investime të mëdha strategjike në turizëm dhe mënyrën se si performon qeveria. Sepse Lindita përmendi për shembull Kakomen. Në 2002, kur ka ardhur klub mediterane në Shqipëri për të investuar në Kakomen vërtet, klub mediterane eri vërtet, për shkak të protestave aty nga fshatarët e zonës u largua. Dhe atëre Bregdeti shqiptar ishte i Viqit, Bregdeti i Jugut. Ne kishim në përduar, akoma ishte duke u bërë një studim i Bankës Botërore që sugjeronte që Jugu i Shqipërisë të bëjë me turizëm, të zhvillohej me turizëm elitar, jo me turizëm masiv. Dhe ky studim përfundoi në 2004, duke diku në 2004 u bë dokument zyrtar etj etj, nuk respektua nga askush që eri mbrapa, por që atëre ka qenë ideja që duhet jetë turizëm elitar dhe ne pam nga këta që nuk e respektuan që nga 2004 kur kanë mbaruar deri sot, nga të dyja qeveritë, dhe mire bëjnë ata i thonë Berisha Hamburg, Rama Hamburg, që është pjesa ku unë jam më shumë dakord me protestën, që ai turizëm dështoi, turizmi masiv në jug. Nuk solli asgjë për shqiptarët, ajo ai përfitimin, nuk solli përfitim. Atëre ne sot kemi një mundësi. A është një vizion sot për ta bërë turizmin në jugut, atë që pjesë ka mbetur ta ruajmë dhe ta bëjmë turizëm militar? Këtu fillon pyetja e parë. Dhe pastaj flasim për një projekt konkret, siç është ky, që është jo fillimi, jo themelimi, po është kurora e një turizmi militar, në qoftë se do ishte i vërtet. Për këtë ne duhet të kemi transparencën në të gjitha gjërat, jo transparencën vetëm, transparencën e pronarëve, kush janë ato 5 kompanit, pse regjistrohen ato me pak se 25% që të mos e kalojnë. Kush janë shqiptar, kush janë të huaj, ku e kanë garancinë që do edhin paratë, ai që thotë do edh 4 miliardë, një garanci minimale do e japë. Si do e ruaj ai atë zonën e mbrojtur, sepse ajo është shumë e rëndësishme. Mund të investohet dhe të ruhet. Ka raste që është investuar në zonë mbrojtur dhe shruajtur. Të gjitha këto na duhet të ketë transparencë dhe sigurisht vendosmëri dhe kontroll. Sigurisht transparenca sugjeron që ka një kontroll pastaj nga publiku, ka kontroll nga partitë politike që duan ta kontrollojnë, ka kontroll nga mediat. Në qoftë se ti e bën këtë gjë në kushtet e errësirës, pa i dhënë llogari askujt etj, atëherë të gjithë kanë të drejtë të dyshojnë të qëllimet. Por në qoftë se do na thoshin sot që do vinë një investim i tillë, 4 miliardë euro, i grupeve të mëdha etj, me do ruaj këtë, në parim do të ishim gjithë dakord, besoj. Dhe duhet të jemi gjithë dakord. Teorikisht. Dhe mendoj që një qasje më konstruktive ndaj projektit mund ta kishim dhe nga mënyra se u sollën. Ajo që e solli gjithë të ishte kjo, rrethime tëra me gjëmba i një tokës aty në Bregdet dhe rrahja e protestuesve në mënyrë njerëzore nga njerëz të pa licencuar fare me sa licenca të dyshimta për si police security dhe një sjellje e tillë nga njerëzve sikur ata mos ekzistojnë. Pra, sjellje prej një kaste të korruptuar që godet njerëzit e pambrojtur. Kjo e sjell të gjithë dyshimin mbi projektin, thonë gjithë prit, është pushtim apo është projekt do na bëjë mirë gjithëve. Qartë. Dhe kjo është besoj unë që sfida e Edi Ramës. Edi Ramës sot u mundua që na tregonte këtë që është një projekt do na bëjë mirë gjithëve. Bëri gjithçka për është transparencës. Ndërkohë, Na tha kush do janë investitorët e vërtetë. Si do ndahen etj etj. Shkruan një ekspert i për tradhtar, për armiq që duan të keqë Shqipërisë. Ky që i do të mirë në Shqipërisë etj. Shkruan që mund të pyesësh auditorin thotë, por nuk e di ai është auditori ynë
e ka ke ekspertizën, po edhe ju mund të dini, i nderuar se ju një ekspert, a mund të pyesë auditorin nëse ekziston studimi fizibilitetit? Kemi studim fizibiliteti? Se është shumë i rëndësishëm, thotë. Nuk mundet me pas projekt... Fjala është për studim teknik, ekonomik, mjedisor, është dokument kyç që përdoret për justifikimin ekonomik të projektit, vlerësimin e normës kthimit, vlerësimin e rrezikeve, etj. Teorikisht një vizitor mund të marrë risk shumë të lartë nëse ka garanci edhe merr dhe garanci politike. Aman grupi nuk hyn pa këto gjëra. Nuk hyn. Kryeministri tha që s'ka asnjë vlerësim të ndikimit. Por nuk ka përfunduar projekti, thotë si doli kjo vlerë 4.5 Nuk janë miliardë. akoma vlerësimet, nuk është projekti përfundimtar, studimi fizibiliteti. Avokat, ju dini gjë për këtë? Për pjesën e fizibilitetit, jo, nuk ka një studim fizibiliteti, nuk ka asgjë. Janë biznes bet nga privatët. Asgjë nuk ka për momentin, ka vetëm thjesht një leje zhvillimit të dhënë një kompanie që zotrohet nga një kompani tjetër me 0 euro 0 punëtor, që zotrohet me një kompani tjetër që shkon prap 0 euro 0 punëtor, deri në kompaninë e fundit që kemi identifikuar që ka 18.000 euro kapital. Kjo është e vërteta. Dhe fare e fundit pastaj është Kushneri me shok. Nuk shkon deri aty. Dere tani timos, teori konspirative. Po të mos i Kushneri aty nuk fshieshin gjithë politikanë shqiptar. A jam unë atë. Ylli ka një gjë. E vërtet është që Ivanka Trump. Po s'ka Ivanka Trumpi vinte vërtall në për atë. Shkoi aty me 80 Nga Kushneri, po kush është? që tha që ta janë. Ky që Tek zërnet South Adriatic Development nuk është Kushner. Ka disa gjëra. Para Ivanka Trump erdhi dhe shkoi aty. Nuk është. E dyta politiko është EU. ky i Vlorës që ka ky që është në Miami. Politiko EU. Si ka ky? EU që ka bërë sot O jepet një. koha Si ka të... emrin? Më fal, një sekond. Artur Shehu. Po. Artur Shehu, është Artur Shehu. Politiko EU ka nxjerrë sot tani mbazit e Sanzori një shkrim që tregon flet për protestat e për hotelin dhe thotë që është investim i Kushnerit në Shqipëri sipas të dhënave të tyre. Do thuash ti që ku i kanë ata dhënat? Ja kështu si ne, po besoj që ata kanë pak më shumë akses se sa ne në institucionet shtetërore. Se duhet vizualisht me qenaj prezent, me pa terenin... Politiko e thotë që janë ata. Ka arë se Zverneci ka qenaq moment kulturor dhe turistik për Ivanka Trumpin edhe për... Po ma, se këto jenë naivitete. Ti besoni dokumentave zyrtare apo deklaratave? Po kush është dokument zyrtar? Po jam garanci Ajo që po fliste dhe Dori dhe Po janë dokumenti lejes zhvillimore... Ato janë Guaska, mo kompani ti thua Matrioshkë, e the në fillim, unë them është Guaska. Kompanit offshore ndërtojnë mbi këtë bazë. Kompania Guaska. Po gjerat e dashur Lindita, se ne ka 100 vjetë që punojmë bashkë, lutem. Po unë jam shumë e sakt në këtë qytet. Tani, po je saktë, por mua nuk do më bërë teori konspirative këtu. Këtu janë fshehur të gjithë. Mo janë fshehur të gjithë nga që është Kushneri tani, me Ivankën. Janë fshehur gjithë politika. Mua këtu më ke, Jo timor, zotri. Jo timor, do të kanë thirrur. Ore, pse janë fshehur këta? Digjeti, e dish do vënde doktori tani. Do vriste një njerëz, po të mos ishte Kushneri me. Çfarë fletme? Do të dilte dhe vërtiste aty. Po jolla se janë dhe oligarkët shqiptare. Po edhe të oligarkët shqiptare. Nuk e ka vetëm... Po, kontraktore, çfarë janë ata? Do marrin. Nuk i mori Kushneri media në Shqipëri që mos japin asnjë lajm o burr. Po është abeceda e biznesit më burr. Po s'mundet me ndërtu dikush me ardh prej Amerikës mi pru punëtor të këtu. Po jo, Po s'mundet ajo punë. Kushneri media ndërmjet si është sekseri. Dakor? Sekseri. Çfarë pastaj? Nën kontraktor punojnë gjithandej. Apo s'duhet, apo shkeli ligja, apo shkeli ligja, apo merret prona, apo merret prona, apo shkatrohet midis mbrojtjes, apo shkatrohet midis dytë, zotri, ne do të diskutojmë të problem sepse po diskutojmë unë kur bënja skaletën me njerëz të mi. Bënim skaletën dhe thash që Albin Kurti, gjerat që i fiton, që është bërë tani aty, i fiton se del kundër gjithë më. Sa këtu nuk ka burë, nëne të flasë që fjale kur është. Edhe rreth këtij problemi do diskutojmë në pjesën e dytë kur të kalojmë. Po tani të mbetemi këtu. Çfarë përfitojnë shqiptarët nga një projekt i tillë? Si e mendoni tani? Ylli vetëm një sqarim. Që studimi i fezibilitetit kur është bërë për zonën, është bën momentin kur është dhënë leja për aeroportin e Vlorës dhe këtë zona. Do të thonë, nëse na mund të flasim për shkelin e atij diverzitetit ose gjërave të cilat të gjelbërtit janë të shqetësuar, gjëja parë që o shkelte kjo është kur është dhënë leja për aeroportin e Vlorës. Pastaj fizibiliteti është ndërtu mbi atë koncept. Dhe nuk ka më shkelje mbas aeroportit Vlorës. Po, në aeroportin e Vlorës ka pas gjëra të tilla. Dhe fizibiliteti për gjithë zonën ekziston dhe ajo është edhe zyrtar. Munden me ime që. Po, atë dele thot, po kryeministri do ditë ta thoshte këtë baton. Po kush u pagua?
Tani, Kush i paguan çka? Studimin e vizibilitetit. Asë kohë. Çuditërisht rezultonin prapë me pronarët që janë në Zvërnec. edhe studimi Çfarë do vizibilitetit. të thonë me këto? Jo, po them se kush ishte të interesuar në atko për gjithë zhvillimin e zonës dhe atko me Normalisht janë pronarët që janë aty, normalisht, a t'i vrasim ata? Jo, nuk po e vrasim. Jo, më në t'i vrasim, s'ka problem, i vrasim. Absolutisht. Po nëse duhet ty edhe i vrasim. Jo, mënyra si funksionon. Unë duaj që... Komprometimi i gjithë investimi është mënyra, më farë se të preve, është mënyra si funksionon. Nuk është problemi të vetë investimi. Po e po thotë Lindi. Qofse ti e thua, unë pagar, me zgjedhje, Mënyra si funksionon. jam Edi Rama, jam kryeministër, jam pronarit i vendit dhe do jap ortakut tim, mikut tim, edhe 2-3 tjerëve, do jap, ose një politikanin që duhet kemi influencë, do jap një mundësi investimi të favoritë ndaj tjerëve, atëherë këtu lind një problem. Prova, Dhe kjo e komprometon çështjen. prova estetike... Ne sot jemi, sepse nuk patëm një garë për atë zonë, tanë kush ditë të zhvillojmë mirë të tjerë. Po, dakor, nuk u bë gara, po të patëm transparencë, në meritojnë. Nuk kemi aq ignorancë atë mos meritojmë as transparencë. Për këtë, domethënë, Nëse ka ndryrje politike nga Kushneri, dhe ai do të bëj diplomaci me atë e tjera. S'ka rëndësi edhe personale, mund ta thotë, po, ka ardhur Kushneri, jo siç e tha sot, por thotë edhe kush janë interesuarit. Edhe sa do investojnë secili. Na përmendi një grup nga Katari, pastaj përmendi një nga Franca, pastaj si janë këta, kush do profesion. Çfarë roli do kenë? Mund të thotë ne ignorantë ne të shket dhe këto. Jo, po, ti po mendon që kryeministri e ka të drejtën me fol nëse ka drejtën me fol. Tim e i detyruar të Nuk e di. thjesht ato. Jo, nuk e di unë atë. Ose ti e çon atë, po të ke dhënë lejen, ke dhënë lejen zhvillimit. Minimumi të hapësh 2-3 dënat kryesore. Pra dhe unë prandaj Jo, po insistoj kjo e komprometon. Ramës dhe kompanitë që përmenden të gjithat sipas qendrës së biznesit dhe sipas rezultimit të regjistrimit të kompanive lidhen me Sazanin. Projekti Sazanit që nuk është miratuar, po kompanitë e zotit Kushner dhe kompanitë e Katari që përmend zoti Baton, kanë lidhje me projektin e Sazanit. Dhe në gjykimin tim, Rama sot nuk ishte i qartë për të treguar se për kë po fliste. Kemi projektin e Sazanit me të cilën lidhen të gjitha këto kompanitë që ai përmendi sot në fjalimin e sotëm, përfshini dhe Kushnerin po të doni, por jo për Zvërnecin. Dokumentet zyrtare, po insistoj po sigur Sazanit mos jetë fare. Pikërisht pra, tamam, kjo dhe është pyetja ime, sepse vetë në më herët, në daljet më hershme të kryeministrit të vendit, ka deklaruar që projekti Sazanit është pezulluar, për shkakun se duhet të ndërtojmë dhe pyetjen, a e ka hequr presidenti i Republikës Sazani nga zonat e mbrojtura nga regjistri i pronave të armatosura të Republikës Shqipërisë? Zyrtarisht nuk kemi asnjë përgjigje. Pra, fjala, të lutem, se këtu bëhet gjithë ishte për fjala e kryeministrit sot për mua ishte qëllimisht përveç se nuk bëri transparencë, por la të kuptoj që bëhet fjalë për pikërisht për këtë projektin 4.5 miliard euro, që askush nuk e ka parë, por që kompanitë që referoheshin unë s'kam parë, unë paktën. Ndoshta po e patët parë ju jemi në rregull. Vetëm aman grupi, jo, po se ka një gjë logjike që nuk te kalohet. Aman grupi është më pasur se si kompani, se shteti shqiptar, se Mali Zi, se Macedonia bashk. Po, në rregull. Që do më të kupton? Dhe kur të vjen aja ty, negocion me kryeministrin, jo me secilin pronar aty. Kemi Republik Bananers që vjen një kompani e madhe e na thot ju do mbillni banane. Ani, atëherë do hani banane. Republik Bananers. Vjen një aman aty, na vë gjithë në rresht, vë kryeministrin, vë kryetarin e opozitës, vë mediat, ama nuk votot. Ka problem. E kam një në Kosovë që flet me djenën ty, edhe e shkatroj vendin. Edhe e shkatroj vendin. Besuar në Kosovë. Po, jo dorën zavën. Ora man mos i bini qafë Arlind. edhe pa i kërcru njerëzit me vene punu si Edi Rama. Jo, vetëm që i kërcnon. Po është njeriu maj pa suksesshëm që kam pa në jetë në qeverisje. Po shpresoj që kur e merr pushtetin Kosovës mendojnë kundër të besaduket apo jo se. I don't care ç'a mendojnë. Unë e di sa të varfër janë. Dhe ti e ditë mirën e tyre më mirë se ata të mirën e vet. Po, më mirë se ata vet. Po. Është arrogante, kjo përveç se pasak. Jo, unë duhet të jem arrogant dhe i sakt për këtë. Po, dakor. Dhe ata problemi se votueshit ma vonë kuptojnë. Nuk po shpresoj që ti do ta bësh njëjtën gjë si Albin Kurti. Se nuk do të votoja kurrë. Po, dakor, do votoj. Lindita përmendi jo një minutë. Lindita përmendi një minutë pra se kam diçka për të thënë. Lindita përmendi Kakomen.
Shiko sa interesant është, ardhe e kompanive shumë të rëndësishme të huaja është shumë e vështirë në Shqipëri. Unë isha në Imar këtë fundjavë. Bashkia e Imarës ka 90, nuk do të hapja sot të bisedë, por do të bënja të enjtën që vjen në një pjesë tjetër, por do të bëjmë. 90 milion euro për të reguluar hapësirën e vetë. Atje në të gjithë vendin, duke filluar nga ku fillon, Sasbret Llogaran, deri poshtë, ka Imara të çanë mushkonja. Nuk edhin as i larç, vjedhin dhe lekët e tendrave. Pra ardhja e të uajve, ju të lutem, është gjëja më e vështirë në botë. Lindita përmendi Kakomen. Kakome për shembull tani është duke punuar një arkitekte shumë e njohur amerikane me njeriun që e ka atë. Po dhe problemi aty ishte pronësia, nëse. Jo, s'ka pronësia, aty ka vetëm 800 metrash, e cila unë kam kaluar aty tani, se tani është një problem që e njoh. Kam kaluar edhe di që ato ata pse janë pronar. Dhe këtë duhet të shtrojnë si pyetje. Ty, edhe avokatit qofse e dini. Aty e di që aty thonë jemi pronar ne sepse është manastiri afër. Ose është fshati më i afër tyni. Që do me thënë kjo? Kanë këtu, po këtu kush ka pronësi tani aty? Fshatarët e tjerë kanë pronësi, mirë ka ardhur i ka bler Artur, si e ka ky? Artur Sheu, ka ardhur i ka bler. Po fshatarët kanë dokumenti hipotekor, kanë pjesë aty? Dimgje. Po e di. A dim se kalin protesta atje. Problemi është që shteti ka qeni pa drejt me katastrën. Se disa pronarve... u pas ka vjetur shatarë, disa pronarve ju ka dhënë të drejtën e pronës të tjertë presin që 30 vite. Dhe këtu është problemi. Dhe problemi është të shteti i cili s'ka qeni kujdesshëm. Dhe normalisht njerëzit, kur për një interes madh... Po të vjedhë i kanë marrë, i ka uzurpuar pronën, i kanë shpronsuar. Dhe i kanë marrë me vendime gjykate. Po dhe më keq akoma. Ju lutem të themi pra, kur erdhi Rama në qeverisje, betejë e tij e parë ishte për të bërë transparent sa i përket çështjeve të pronësisë. Ligjet për çështjen e pronësisë në dijenin time nga 7501 deri këtu ka pas mbi 15-20 ndryshime ligjore, bashkëngjitur këto dhe ligjin për investimeve strategjike. Në kuptimin dhe një task force. Me emër me mbiemër janë Lindita? Po, pronarve që ju është vjedhur toka. Në dijenin time kemi 2 tipologji pronash. Një të banorëve të Zvërnecit, që kanë qenë aty dem babaden, që e kanë të trashëguar paktën në 10 intervista që unë kam bërë, jo për këtë historinë e sotme, po për më herët, që kanë dokumentat e tyre për shkakun e përfitimit të pronës në mënyrë të për shkak të trashëgimisë. 2. Kap me ligjin 7501 dhe në bazë si pjesë të kompensimit, në bazë të ligjit 7501, ata banor kanë paguar taksat, vazhdojnë të jenë të regjistruar të gjitha deturimet e shtetit dhe çështja e tyre në mos gaboj janë mbi 93 familje, të cilët kanë filluar, ka një historik të gjatë procesit gjyqësore, kanë fituar Sa vite kanë proces gjyqësor? Në mos gaboj ata e kanë hapur historia Po kush ja u ka marrë këtyre? Ky Sheu. Po pra, tani ku çfarë ndodh në këtë pjesën këtu? Banorët, një ditë të bukur ku shkojnë për t'i regjistruar, shohin që fillimisht është dhënë një vendim i gjykatave, sepse kemi edhe gjykatat këtu. Vendimi i parë zotëri, domethënë unë kërkoj shumë dijes për datën, por jo për vitin, është në dhjetor të 2003-shit. Dhe i referohej, paktën në rastin për një nga familjet Sheu, i referohej një dokumenti të vjetër të vitit 1942. Dhe dosja janë vendimet e prokurisë dhe sekuestrimit të prokurisë të Vlorës. Dhe dosja ishte ashiqare manipuluar, sepse ishte manipuluar vendimi për gjyqtarin e vrarë Skerdi Ekonomi. Baton ju sjell vendimet në lidhje për këtë. Dhe është një proces, kjo është një proces. Kemi... Shiko. Po pra, shteti o Yllin nuk banorë... Pra aty ka banorë që janë në gjyq. Ka banorë që janë në gjyq në këto 2 kategorit për shkak të trashëgimisë dhe janë çështja e tyre në gjykatën e lartë. U zhvilluan vendet shumë. Dhe dita në qoftë se... To duhet zgjidhë se shqiptarësh, pun ka ai që vjen të investoj këtu. Ai jep pronarit, kushdo kush është pronar, i thot ti do të bësh o lekët ose 1% të saj. Po, tani. Kushdo të jetë pronar një tash vërtet. Po pra, po kur keni vendim... Ne s'mund dalim cilën projektit se shteti shqiptar nuk ka zgjidhur çështjen e pronës. Më japësh një përgjigje. Ka një vendim të gjykatës finale shqiptare për regjistrimin e një sipërfaqe të konsideruar të paktën mos gaboj prit 89 hektarësh. Të regjistrohet në zonën e Zvërnecit në pronë shtet. Deri para 2 muajsh, unë kam kërkuar informacion në këtë punë, ky vendimi që të regjistrohi 98-89 hektar,
që ishte njohur në emër të një varrëmisi të qytetit, që deklaron për prokurorët, as nuk kishte idenë, as nuk kishte aplikuar, se ju a thash, është brenda në zonë. Vermoshi deri këtu. Të lutem, jemi duke folur. Po jemi duke folur për zonën. Këtu gjëra kështu. Po si ka mundësi një vet? Po nuk bëhet shteti kështu. Po si ka mundësi më jep një. Nuk bëhet. Se përndryshe mas një viti do kemi shtëpiza aty të cilat do ta mbulojnë Zvërnecin. Sigurisht do kemi po të njëjtat shtëpiza që ndërtuan të shtëpizave edhe të pronave të vogla kam kohë me ndëgju. Të njëjtat shtëpiza që ndërtuan në gjithë jugën e vendit dhe ushqimit. Si me klab Medi, klab Medi, dalin ata. Shiko, brenda këtyre ndërtoj njeriu një shtëpi prej druri në pronën e vet, po duhet ndërtojnë ta alabarët me shok. Jo, këtë Një një sekondë një prit, sa ajo zonë e mbrojtur. Pse mos kemi një model të qëndrueshëm zhvillimi që nxit supermarketet e vogla, familjare, që respekton mjedisin. Pse duhet bëjnë miliarderët miliardin e radhës? Pse është ky modeli i zhvillimit? Pse mos e diskutojmë këtë gjë? Pse merret sikur të jetë e vërtet matematike kjo gjë? Këto janë gjëra që diskutohen gjithë botën. Po ne kemi parë të gjithë se çfarë efektin e ka dhënë. Jo, kemi parë në kushtet ku s'ka shtet. Këtyre birucave, hoteleve që janë si biruca i marr, ne kemi parë në çfarë efektin e kanë dhënë. Si ai biruca, si ai që ndërton gërdallën, paguan 50 euro nata, ato 50 euro si deklaron fare ajo delegjiu. Më fal. As një zhvillim s'ka. Kemi kushtet që një shtet nuk ka zgjidhur çështjen e pronës dhe jep leje për investimet mëdha. Pa zgjidhur çështjen e pronës. Po do zgjidhje çështjen e pronës. Ç'është ky shtet? Kjo qeveri e falimentuar deri në atë pikë sa që pas zgjidhur çështjen e pronës, punë e madhe kush është pronar këtu? Punë e madhe se zonë mbrojtje, punë e madhe gjitha, na rrofta na barje, na rrofta. Ja një shembull tjetër them unë, përpiqem. Në vend bëj detyra si shtet, i bie shku. Shiko një rast tjetër po them unë që është e kundërta. Në brenda këtyre dy senatorëve kanë bërtitur të dy palët me të gjithë fuqinë që këtu është përzën një para shumë e madhe dhe ka ikur në Montenegro për të bërtuar jatë. Sot bërtiste e drama dhe thoshte ajo do bëj në Durrës. Baton dëgjoj se e ke shumë. Po jam ka dëgjoj, po jam edhe ka një përgjigje. E ke shumë interesant. Sot bërtitje e drama me gjithë fuqinë ajo do bëj në Durrës dhe e zbuan për Sali Berishën. Njëzë të Sali Berishës me një karagjeslek të math njëri prej si gazetar, thoshte që këta e morën të majtët dhe hodhën atje në Montenegro. Në fakt, dhe thoshtë do bëjnë vlorë. Në fakt, e di që ka ndodhur? Tu ka ardhur njëri shumë i fuqishëm që kishte në dorë 180 milion euro për t'i edhur. Dhe kërkoj ranën e edhur në lejshë. Mua më ka të reguar këte se a i gjallë tani, a është në burg, po është gjallë, Ilir Meta. Edhe uj ka qeni privatizum në ranë e edhur, edhe uj, toka dejnuj ka qeni. Edhe Yri i tha, doktorit që të behet kjo gjë aty, të behet, por Iliri thaj. Pas 2 javë që i tha, Iliri jo, nuk bëhet. Lane këtë, e la, Iliri, por morin telefon Gjukanovic, dhe i tha, është dikush që ka këto para. Dhe Gjukanovic e mori atë. Ka ndodhur pikërisht kështu, tani e tregonin të dy palët, po si pas interesit vetë, është shumë e çuditshme. Shumë e abitme, edhe kur nuk investohet. Tani, Porto Montenegro është dashtë me qenë ranë të hedhën. Të ranë hedhur pra... Se ka shku në Malzi. Me sigurita ka tregoj Ilir Meta. Po është problem korruptiv. Nuk është problem se ka ikaj. Kjo e dyta, të rana hedhut, tokat, të cilat janë prej bregut atje, ose prej ati gjysmalit që është me gurë. Deri të uj, kanë qanë privatizume me atë ligjit. Mua ma ka të reguar njeriu që është interesuar që të beja jo. Ej, ku? Dhe rastisat të dëgjoj, ka qanë pronë private. Ka palët që thoshin bërtit. O, Ili, sot nga ne kishim një deklarat nga Bashkimi Europian pikërisht për çështjen e Zvërnecit. I dërguam kërkesë për koment dhe zyra e shtypit e Bashkimit Europian. Deklarat e kujt konkretisht? Se kam bërë për Portugalinë edhe Kroacinë edhe për Malin e Zi dhe për ato. Pse veç për Shqipërinë? Sepse ndoshta s'ka qenë kaq korruptive afera. Shqipëria është e vonë, ka pas një komunizëm 50 vjeçar. Edhe po dojmë me rujt diversitetin edhe kulturën ekologjike veç Shqipëri. Po si është e mundur që erdhen 4-5 miliard edhe tash Bashkimi Evropian po reagon. O Batëna, mund të bëj një pyetje të lutem? Po ma bëj 2. Në qoftë se pas këtij projekti, në një të ardhme të shpejt, do të dalin investitor shqiptar, cili do jetë qëndrimi jot? Nëse bëjmë projektin me Aman Hotel? Kompania menaxhuese. Unë nuk e di që shqiptar kanë 4-5 miliard. Në qoftë se... S'ka asnjë shans, 0 shans ka.
Atëherë, në Zero qoftë shans se ka. pas... Vetëm Te një gjithë pyetje. bizneset shqiptare, në Kosovë, në Macedoni, në Shqipëri, në 40 Amerikë, miliardë. ku do merri bashkë si kanë 4 Tani, të them edhe unë një gjë. Po le të jenë shqiptar. Ja, shiko. Enton, Çka ka të keq që Aman Group Jo, absolutisht. nuk është një kompani pronare. Thjesht tek reklamimi që bëhet. Po reagimi është Në pikërisht Montenegro, ja një sekund. Aman Group është kompani administratore, që e merr, ta merr ty, Të jep markën. i jep markën. Siç e jep Dhe markën. delu sa i vendas pastaj edhe edhe legët. Një minutë, siç e jep E markën kod një Amani, minutë, se ka siç e një jep markë Hiltoni, siç e jep Sheratoni, siç e japin shumë të tjerë. Bëse jep njëri markën, ata Tani, japin markën, nuk Tani, japin kod markën. ne, që thelbi këtu është... Do të thonë një dhe tjetër. standard. Po Ylli, pa ty Politika a bëhet shqiptare emisioni morë burr. Jo, nuk bëhet. A bëhet pa ty emisioni. Nuk bëhet. Po Por çfarë është ndërkohë, marka? këtu Se kanë marka frikë. sjell standard, sjell I njerëz. politika sjell turizëm, shqiptare ka sjell frikë të gjitha. flasë që këtu është të Ka dhe fushëri. klientelën e Sjell sigurisht. edhe Iq këtë zotrin plaçkitin kam e pirë. pronos, Edhe sjell glad aksesin Mediterrane, e pamundur, hotele. plazh, ti nuk merr dot kalamari. Po ndoshta mund të jetë më dhe ky kushneri dhe po se thonë këta le të dalin të Jo. Do t'i japësh Në gjithë para botën, atyre. Gjithë botën ka plazhe që janë Prit. Plazhet e pista për zonë. fukarejn, plazhet e mira për botën miliarderët. ka A ke dërguar ndonjëherë? Jo vlla. Pse kështu? Pse po ne rrinë në plazhet e bukura janë për miliarderët? Rrinë në Lucë, shkojmë Edhe gjithë. ne tani shkojmë gjithë tek ku di unë. Aty kush masakruar. Dëgjoj. Shiko, për mua, ta flasim. Shqipëria ka sot një investim me cilin unë personalisht jam totalisht kundër që është Green Costi. Personalisht kam qenë totalisht kundër, sepse është fshat turistik në një zonë që s'duhet bëj, s'duhet zhvillohet. Çfarë thotë? Çfarë thotë ajo zonja? Por ama, është e vetmja, por ama është e vetmja Kakofoni, zonë kakofoni. ku të rinë shqiptarë sot shkojnë Po, ai model është bërë. dhe nxjerrin foto dhe shëndruarësh. ashtu, në atë model sepse nuk ka mo, Shqipëria s'ka hotele, Shqipëria s'ka asnjë zhvillim, Shqipëria është balë të gjitha. Na duhen investime të tilla, sigurisht që duhen, është e domosdoshme të na vinë këto investime. Ai Na duhen bërë sipas I marë nuk lëshon të asë energji elektrike në rrugë. Na duhet zhvillimi që Derivat, për shumë nuk lëshon të energji elektrike. Ka duhet integrimi njerëzve në jetën e duhen të uaj, duhen. Cili respekt natyrës për Po si, a e ke parë më burë si është Vërmiu, më po e krahason Vërmiu si është sot, e si ka qenë, çfarë mrekullie natyrore ka qenë Vërmiu. Tani është një geto miliarderësh. Kush ka protestuar? Kush ka protestuar për Vërmiun? E kemi ngrit zërin sa e sa herë. Ore, protesta si kjo sot janë bërë Vërmiu. Shkohet sot në Bregdetin e Shqipërisë si e kanë masakruar me lloj ndërtesa me jam dakord. të larta e me gjithçka. Dhe vetëm dakord, sa veta fryen e bëhen të pasur, pafundësisht. A di çfarë do bëhet me Zvërnecin? Do bëhet e njëjta gjë. 10.000 si banimi. Jo. Zvërneci atë siç është sot është i aksesueshëm nga gjithë. Unë mund të marr biçikletë, shkoj aty me kalamajt e mi. Nesër nuk do e kem mundësinë. Nesër, sepse ajo zonë aty do jetë ekskluzivitet Fotot e miliarder. ferrave të Zvërnecit aty që janë aty akoma 36 vjet s'ka. Ishin ato në fillim? Po ku shkon në Zvërnec, por nuk shkon njeri në Zvërnec. Jo, unë s'kam... 50 afshon. Unë që s'kam lënë vend pa vajtur në Bregden Gjithë protestojnë njerëz që ka gjanë Zvërnec asnjëherë. Jam dakord me ty në 90% gjëra. Ka qenë Zvërnet, edhe për plazh, edhe për Do e mor protestë. ferrat. Dhe nuk e njoh Zvërnetin S'ka nga rrugë. S'ka rrugë Zvërnec. propaganda e firmës që do të Në rrugë shkojnë ca Po miro le ta bëjmë bashkia shkatar me varga që le ta bëjmë bashkia rrugën dhe le të shkojnë njerëzit me bicikletë. Çfarë problemi ka? Ka rrugë aty. Tjetër për Zvërnecin, nuk është ai që Po Po më hajde bëjmë një rrugë. Minutë. Që të shkojnë Unë jam Mbaroj këtu, të mbaroj këtu vazhdoni. Një njëti fat është, një njëti fat. Zhvillim i zhvillim, modeli i kundër zhvillimit. Do të shkoj. Por Pesë thamë pra. që mund të bëni projekt i mirë. Atë e pesti. Në Zvërnec, sa mos sa në bravo, sa mos sa mbështesim. Nisëm. Bën 10 i këtë. A duhet të bësh sipas rregullave, duhet të bësh sipas rregullave. Po 10 dakord. 10 e 5 Duke respektuar natyrën, ja duhet bërë. Duke bërë transparencë e gjithçka tjetër. Tani, Sigurisht me transparencë me rregull. tani. Por si model ai është modeli mendoj unë. Po ta lëm kështu ta bëjmë me geto, me fjetina. Ardhidi nuk është fair. Po pse më fal, nuk fal. Fair as me Imagjinoni një ditë, sikur ne të kishim qeverinë e Norvegjisë këtu. Mendoni ju që qeveria e Norvegjisë do kishte bërë këtë palaçollok? Mendoni ju që Norvegji do bëj ky far diskutimi, erdhën këta, hodhën sa lek do bëhemi gjithë pasur? Apo njerëzit do mendonin në mënyrë racionale, transparente, sa do investohet, ku do investohet, a ja vlen të investohet, a do respektohet natyra, a respektohen plazh. Pse të mos kemi standardet? Që në diskutim, që në kërkesa, standardet më përparuara, po duhet kemi standardet e botës 3 apo 4. Edhe themi, me që jemi fundi botës, le të qëndrojmë fundi botës, le të vinë miliarderët. Standardet më flasim. Miliardat, shtoj dhe Rama miliardat e veta, shtoj dhe Berisha miliardat e veta, të përjetësoj pushtetën e tyre, edhe të gjithë pastaj me gomone, jam dakord. O politik ta. Politik më patjetër, politika është një formë e thënies vërtetës, patjetër. Po. Në këtë mënyrë zhvillohet vendi.
Më sigurisht me projekte, dhe unë tash, ka një projekte bankës botërore që të gjitha zonë e ka sugjeruar të jetë zonë elitare. Ajo është me politika, po jo të kundërshtojmë çdo investim se hajde se janë pasur që po vinë. Do themi, i duhet Shqipërisë, Shqipëria s'ka hotel. Le të ketë hotelet shtrejna. Le të ketë shtretër të shtrejnë Shqipëria. A ka transparent, farë përfitime s'ka. A mund të them Normale bëri ato hotelit e Grikozët fundit tani. Dhe si u dali e Grikozët. Se mendonte njëri që do ishte plot ai gjithë vitin. O Julia, mund të tregoj një gjë për këtë vlerësimin që ta batoni vlerësimin e mjedis. Po ja tregoj për projektet në fjalë njerë, fillimisht nisi me dëgjesat publike. Kur është bërë ky vlerësim i ndikimit mjedis, ti dërgoj nesër pamjet se kam sot e kësaj dite, është bërë në një pikë të bishporës, ku nuk Ministria e Kulturës dhe e Turizmit ishin bashk, nuk jepte as pikën locationin. Më shumë kishte Gjeladeti në atë takim, të të njës të fotës, se sa kishte banor të zonës. Kishte njerëz që përfshinin kompanit, të cilët filluan dhe folën dhe madje kërcënuan dhe ambientalistët që ishin aty, nuk i lanë të flisnin. Pra, në qoftë se po duket këtu në bisedë o politike apo nuk. Po flasim për zbatim të shtetit ligjor, po flasim për transparencë, po flasim për ndjekjen e hallkave të cilët duhet, dhe jo të marrim vetëm fjalën e kryeministrit që thotë e di unë dhe asnjë njeri tjetër nuk e di. Prej 2 javësh asnjë institucion shtetëror nuk jep një përgjigje në lidhje me këtë projekt. Zero transparencë. Dhe sot kemi, i vetmi që doli dhe foli me... Ne nga trojë, që themi, ne themi, jemi kundër projektit se është qeveria transparente. Jo, nuk është kjo përgjigja. Jo, më jo, po Ose je kundër projektit se nuk të Çfarë ka që fshin? modeli zhvillimi. Jo se është kaq i mirë, çfarë fshin? Ose, po unë nuk e di cili projekt, po pra... Është mrekulli që bëhet sekrete. Nuk na pëlqen qeveria. Të lutem, atëherë të lutem. Mos pëlqen qeveria, po ky model zhvillimi. Jo, më fal, pra, po nuk, problemi im, ose më saktë me atë me cilën, unë nuk di kush është projekti, zotri. Projekti me të cilën ne kemi... Avokat mos u mërzit për 3-4 minuta sa të sot diçka batoni se... Do të them një sekondë vetëm fjalët e Ramës, i cili qëllimisht ka ngatruar për mua projekti me ishullin e Sazanit dhe atë të Zvërnecit, dhe pastaj kemi me letra leje zhvillimore një kompani me €1 dhe fundorja... Unë mendoj që më shumë është interesi kompanisë që mos shkojnë Sazan, sepse ka më shumë investim. Unë nuk di të them, për letrat sa informacion kam unë. Dhe së dyti, të paktën si gazetar, të themi ato me të cilën flasin letrat. Pastaj premtimet, a jemi apo si jemi pro zhvillimet, nuk e di, kur momenti kur vetë qeveria s'është e qartë, në momenti kur qeveria s'është vetë e qartë, çfarë do të thuash? Për na që kemi jetu Shqipëri nga 90-të, s'paku une, për jetimin që çfarë kam pas. Unë nuk kisha dashur edhe një herë t'i kthehemi atij për jetimin. Ku nuk kemi as dëshirën më të vogël për të mbjellur një dru, nuk kemi dëshirën për të trajtuar kafshët në rrugë, nuk kemi dëshirën që po themi që të na pengoj bërlogu ose plerat në për rrugë. Unë mendoj që e kemi kalu këtë fazë. Kur e kalon këtë fazë, atëherë jemi në një fazë tjetër, në një Shqipëri që e bën paradigmën e re. E paradigma e re është një investim i amanit. Se kësi hotele të cilat janë ka €30, €50, janë hotele të cilat kanë tejkaluar momentin. Pra syse të gjitha vendet për rreth janë shumë larg nesh, edhe mu vjen keq që Kroacia, Greqia apo Zepo, që në të gjitha ujëdhesat e veta i ka fut hotelet dhe firmat më të mëdha. Mali Zi që është i vogël, po ka qenë në perandorinë e Jugosllavisë edhe e ka zhvillu turizmin. Po i ka dhënë në vendet kryesore për kompanitë e mëdha. Mos flas për Kroaci. Mos flas për Portorozhin, i cili është një pik vend në Sloveni edhe që e ka bërë të gjitha. Na kundërshtojmë një gjë kaq të madhe. Po refuzoj fare me fol për këtë punë. Nuk e du mendimin për arsye se na e kemi vujt 30 vjet këtë gjendje. Dhe Arlindi më thot, hajde të ndërtojmë në Zvërnec, pika druri për tjetuar atje si... Një pyetje kam unë. Qoftë se Bregdeti shqiptar, zonat më të bukura se Bregdeti shqiptar, do ndërtohen nga këta miliardet, do jenë shumë shtrenjta, do vinë më pasanik të botës. Shqiptarët ku do lajnë? Lanë?
Ku do shkojnë shqiptarët? gjithmonë Ku do shkojnë shqiptarët? Një vend bregdetar ku 2 milion vetë që kanë mbetur, të mos kenë më mundësi të shkojnë plazh. Po jo, ku do shkojnë populli? Ku do shkojnë populli? E drejta për plazh është e drejtë e njeriu. Është e drejtë e njeriu. Është e drejtë e njeriu. Kur votës plazhi është e drejtë e njeriu. Kur s'ta Po votën? nuk kanë ti fare ku ja jep votën ti. Plazhi është e drejtë e njeriu. Ju doni që në këtë ëndrat tuaja me miliarder, edhe që hajen edhe gjell pasanikësh, ju doni që të ndërtohen struktura S'është mora aty të jo, miliarderët dhe ne të gjithë po flasim për GDP-n e cila është 100.000 shkojmë në kanal vogël nga 800 euro të lajmë në 1.200-300 euro. Po si është e mundur? Ku shkon? Po GDP-ja rritet me kësi projekte. Se si rritet GDP-ja ndryshe? Në atë shtëpitë e drunit. Unë sa asgjë dhe mesatarisht kemi ngrënë 2 nga gjysmë pule. Kjo punë e GDP-s. Ka standarde më bashkohore të matjes zhvillimit qëndrueshëm sa A bën me na thirr herën tjetër që t'japim mendim e jo për shkrimet citatave. Unë s'jam për retorike dhe për shkrimet citatave. Retorika politike e ti është e ti, vlla. Po unë po flas, unë mbaj përgjegjësi për atë që them. Ma unë përgjegjësi. Unë s'po të ftoj që të jesh në tini mendim me mua. Jo. Ftoj ata që na dëgjojnë të jeni mendim me mua. Nuk do jem se Shqipëria zhvillohet kështu. Dakord. E drejta jote. Kjo është e majtë e viteve 60-ta. Kjo mënyrë. Të majtë. Hajde të jetojmë gjithë bashkë. 66 vjet para. Ama në burr tani me E kaloi 66. përfundimet nga karria. Lëviz me kujdes pak dhe dorëzoj ato atje. Shiko, Batoni nuk do të ndërruar të shikus, nuk do të vijoj pak minuta sepse të një. Jo, s'ke nevojë me dha arsyetim. T'lutem, faleminderit. Jo, t'lutem. Nuk e them. Faleminderit. Nuk e them dakord. Vetëm dorëzoj me kujdes ato që mos bësh zhurmë aty dhe të gjitha. Faleminderit shumë. Do jemi dhe fare pak, pastaj do të vijë zoti Agron dhe zoti Tela dhe do të largohet zonja Lindita, por pak minuta ne vazhdojmë. Avokat, çfarë kishe ti për të thënë që kaloi avokatin bravo? Po. Se po ju dëgjoja me vëmendje dhe në fakt gjithë diskutimi u shndrua një moment politik. Në politik në zgjedhje alternativash, me zhvillim me miliarder apo jo. Jo, dakord, edhe ajo vlen si diskutim, po ama duhet kemi parasysh që kemi të bëjmë një gjë që ka çështje lishmërie përpara, domethënë. Avokate, di pse ndodh kjo? Përveç Arlin Qorit që është këtu. Po. Të gjithë janë futur në një xhep dhe kanë frikë të flasin. Dhe ndaj unë e ngrita pak zerin me Linditën, se po të mos ishte një rast kaq i madh, që janë këta mbrapa është dhe ndër i presidentit të Shtetit Bashkuara dhe vajza e vet, nuk do ndodhte tek kjo, e kupton? Vetëm Arlindi del dhe flet. Të gjithë janë futur. Mirë, kjo Do ta diskutojmë pjesën e ti do të qëndrosh pak. Dhe do flas vetë ti tani pse opozita për shkakun. Ç'kupton dhe ti nga kjo gjë? Se ti je njeri që hyn edhe në të gjitha. To shumë avokatin se mëzi e kemi. tani Jo, avokati është njeri i qartë, mo. Një qartë se avokati nuk ka, mo. Jo, mos e komprometo dhe kështu politikisht. Politikisht jo, s'ka lidhje. Atëherë, Ylli, nëse mund të them ja dy gjëra, sepse pak më parë kur pata atë momentin me kufjen, nuk arrita do t'i thoja. Kemi të bëjmë me një moment kur nuk po diskutojmë një çështje e lishme që ka alternativa të ndryshme. Kemi një çështje pa lishmërie në rastin konkret. Sepse kemi të bëjmë me ndërtim në një zonë ku nuk lejohet së pari të përkeqësohet habitati. Është ndaluar me ligj, me ligjin aktual sot. Nuk lejohet me ligj gjithashtu që të fragmentohet habitati. Pra mund të ndërtohet diçka si 100 metra apo 500 metra, por kur bën 2.ca milion metra katror, ajo fragmentohet habitati. Kjo është ndaluar me ligj. Gjithashtu. Nuk lejohet as të vendosen garde dhe të pengohet aksesi i publikut të zonën mbrojtur dhe në të gjithë zonën. Lëviz pastaj. Vendosja në lëvizja tjetër që jetë ballgazetar, ja zoti Tela. Po. Edhe pastaj vjen të zoti Agron pas. Kisha zoti Agron në Port Pegje? Pas. Hyshet të lartë. Mos nuk na vjen fare. Verifikoni një zotin Agron se këtu ndodhin gjëra shumë çuditshme. Ndodhin gjëra shumë çuditshme në temperaturat që po hipin shumë Tela. Faleminderit që ke ardhur. Temperaturat shumë të larta, 32 ishte sot. Dhe prekin këto dyert e Meksit unë këtu poshtë dhe ndiqte dora, dyert metalike. Edhe temperaturat e larta, zvërneci, zjarri i madh, të gjitha, do me thënë gjëra të çuditshme po ndodhin, dhe ne nuk kemi faj shumë tani. Avokat, lutem. Pra, ty thua është e palishme. Është e palishme në shumë aspekte, domethënë edhe për faktin se nuk jemi një vend ne ku ligjin e bëjmë ne këtu. Po jo, po kjo jemi apo kjo është çështje tjetër pastaj. Nëse do shkelet ligji,
pastaj duhet kemi parasysh diçka për çfarë shkelet. Po ligji mund mbethe nga e para avokat. Dakor, po nuk është vetëm ligji, se janë edhe detyrimet që ka Shqipëria ka shikon veta ndërkombëtare dhe detyrimin gjatë procesit të integrimit. Prevalojnë. Që ato nuk e bëjnë dot nga e para, kaq kollaj, dhe problemi është që nëse në fund fare për këta, për mund të çfarë po e ndërpritet bëjnë? edhe kalimin në Bashkimin Evropian ca kohë. Dëgjova vazhdimisht historinë me 4.5 miliard. Tani janë 3 asete në lojë, nuk është një aset. Është toka, që është aset, është leja zhvillimit numër 2 që është aset. Ne po patëm tokën, po morëm lejen e zhvillimit, ta dishim të vjen Amani, e Dermani edhe Gjermani. Të vinë gjithë bashkë. Jo, kështu është. Kjo është faktikisht në gjithë sektorin e ndërtimit. Në sektorin e ndërtimit kështu ndodh. Jo, të vinë të tjerë, nuk ka nevojë. 4 miliard nuk është euro, po marrin vetëm 4 miliard euro apo dollar. Po janë i sekond të bëjmë çike sapi çfarë po jepet. Po jepet 2.sa milion metra katror tokë në një zonë shumë të rëndësishme. Ashtu. Toka private nuk është shtetërore. Jo, se është tokë publike. Bregdeti është i gjithë tokë publike. Toka ligatinave brenda është tokë publike. Aksesi në këto, rrugët e aksesit janë toka publike. Në tokë nga këto... Jo, po këto janë, se çfarë falë se mendon që do ketë... Çështja e lishmërisë, se kjo është... Si që u tha, në palët, se nëse tim projekti që temi sa u dha tokës... Deri tani e projekti nuk e kemi parë, por ama ne shohim një gardë. Dim që kemi toka shtetërore aty shumë pak, toka është e gjitha private. Jo, po një sekond, se toka shtetërore është një gjë, toka publike, po flas, ato toka që nuk rezultojnë, si thua, as me emër, janë toka cilat domethënë gjithë Bregdeti për shembull Filavien është tokë publike, i gjithi, pa përjashtim. Ata që e përdorin sot Bregdetin e përdorin si përdorus, jo si pronar. Bregdetin përfshim? Jo, po sepse fatikisht, një sekond, sepse Bregdeti i Lagun është pak më ndryshe se Bregdeti si Golemit për shembull, se Laguna ka dhe futje brenda. Është e gjitha Bregdeta edhe pjesa brenda. Ka një specifik të vetën, domethënë. Pra ka i çik si thush problem të madh me tokën publike. Ministri Laguna tha nuk do preket. Dhe kemi dhe përmendi që ne përmendja shumë në asaj Grekës ku Laguna nuk preket. Tani, neve deri tani po dimë të shumë projekti që ta gjykojmë të gjënë. Por ama ne dim që leja zhvillimi është dënë gjithë sipërfaqen dhe është rrethuar me gardë dhe gjitha. Që do thotë, çfarë është futur në gardë, është problemi i madh pra gardët të shpaliqme gjithashtu edhe vetë gardë. Zhvillimi për bregun e derës si do. Dhe domethënë të gjitha këto fund fare kanë dhe një problem të fundit që me që është zonë e mbrojtur dhe sido që të investohet, çfarë do të gjë që të investohet, kushdo që të cënon sadopak zonë e mbrojtur, do duhet të ketë garanci të forta kapitali që të i përballin e së pasnesër gjobat, detyrimet, zhdëmtimet. Dhe ato që ngriti gazetarja Lidita Çela pak më parë, me atë kompaninë që nuk kishte kapital, është problem garancish. Pra shteti shqiptar nuk mund të japi leje zhvillimi i kompanie që ende nuk e ka kapitalin. Mund ta ketë nesër, sot nuk e ka. Sot garanci nuk ka fare. Dhe ky është problem shumë i madh. Dhe ky është problem që nuk ndodh vetëm në çështjen e nartës, ky është problem që na ndodh dhe kemi parë në çështjen e hidrocentraleve, e kemi parë në çështjen e investimeve të tjera të kësaj natyre, gjithmonë futen subjektet posaçme që kanë kapitale o 1 lek, o 1 euro, o 100.000 lek, maksimumi. Dhe nëse dëmtojnë të bëjnë hata në për lume, në për dete, në për liqene, e kudo, aq po tepër në zonat mbrojtura, atëherë pastaj është akoma dhe më rënd. Një gjë të fundit, nëse më lejoni ta them dhe këtë, janë bërë krahasimet mes zonës së Shën Stefanit dhe krahasime me Costa Navarino që ka bërë kryeministri sot. Nuk janë të vërteta ato që ka thënë. Shën Stefani nuk është zonë e mbrojtur natyrore. Shën Stefani është zonë e mbrojtur e trashëgimisë kulturore dhe mbrohet vetëm politikisht. Kurse zonat e mbrojtura natyrore mbrohen juridikisht sepse ka konventa specifike për të gjë. Një minut. Jo, ka ndryshim shumë të madh. Jo, po se e di unë këtë gjë. Ja, një minut. Nuk ka zonë mbrojtur natyrore në Shën Stefani. Po jo të lutem. Shën Stefani është ai ishulli. Po. Fare vogël. Nuk ka lidhje fare. Amani nuk ka lidhje me Shën Stefanin. Ka lidhje me shtëpinë e mbretit dhe me gjithë hapësirën aty. Përgjithsisht me shtëpinë. Po nuk është zonë e mbrojtur. Ramo është Stefani. Nuk është zonë e mbrojtur. Okej. Po nuk bëhet fjalë për Shën Stefanin. Po jo, okej, Costa Navarino atëre. Sot përmendi Costa Navarino në Greqi, që është zonë e mbrojtur, tha. Në fakt nuk është e vërtet. Costa Navarino është jashtë zonës mbrojtur, por ka pasur protesta dhe detyrime madje të vendosur nga shteti grek që ta ruaj zonën e mbrojtur se e ka afër. Pra, është jashtë dhe gjithsesi ka detyrime. Ne këtu po e bëjmë brenda fare zonës mbrojtur. Nuk ka ndodhur këtë asnjë vend tjetër. Duhet të marrim një moment e cila edhe këtu nuk u qartësua fort. Amani, Hiltoni, Sheratoni, djalli me të birin, gjithë emrat e mëdhenj të gjithë, nuk kanë të japin emrin
patentën, shfrytëzojnë atë. Nuk është e lidhur pronarët janë gjë tjetër tani. Kjo përpjekja e kryeministit do bëhet edhe do ta bëj dhe është në drejtën e Zotit ta bëj ai që ja po hyn kompanitë më dha të cilët po japin emrat e tij. Përmendi atë kompaninë nga Katari si zhvillues. Përmendi atë tjetrin e ditë dhe kjo është në të drejtën e Zotit, mos ma largoni avokatin. Që ai ti përmend këto, se i duhen për politikat e veta për të gjitha çfarë bën. Por mbrapa këtyre tani që do hyjmë në një pjesë ku e gjithë politika shqiptare futet në xhep dhe nuk flet, është ka ardhur ai nga lart. Dhe flet vetëm Qori këtu. Qori që sheh gjatë ai sot. Si ta plasimin e fundit që të bëri. Është fiksuar me syzet e mia, nuk e di pse domun. Ka fetish. Po çika se ti si bën as të kuqe as këtu. Po ku di unë? Nuk e di. Allah. Tani Lindita çka ke për të thënë ti? E unë duhet të them vetëm një gjë për ta mbyllim që të vijë zotja ne nuk u futëm në të paktën me çështjet me të cilën jam marrë dhe kam ditë që po shpenzoj të paktën besoj se kam marrë. Pyetja e fundit më është kjo që ai duhet batoni tha me të dyja duhet Shqipërisë. Okej, pa ajo që duhet Shqipërisë. Referuar dokumentave zyrtare, si përfaqja që ndërtohet projekti është 666 hektar. 466 hektar në total. Dhe kjo është dokument zyrtar dhe mbaj përgjësi të plot. Nuk aty ke si përfaqjen e gjithë. E kemi projektin? Se kemi. Ne do ta kemi në zhvillim këtë. Atëherë, unë për këtë si përfaqe që institucionet e shtetit shqiptar e kanë zënuar për këtë projekt, mbaj përgjësi të plot dhe them në mënyrë, mbaj dhe përgjësi ligjore është 466 hektar. Një në dorë. Pjesë me të cilën pa përmendur fare çfarë ta batoni ose narrativa e kryeministrit për Kushnerin apo kushdo qoftë tjetër kompani që investon. Po i referohem vetëm kompanisë për të cilën shteti shqiptar ka dhënë lejen e zhvillimit. Kompania që ka dhënë lejen e zhvillimit dhe që është bërë rrethimi dhe morën dhe protestuesit më mbar është Zvernet South Adriatic Development. Një kompani që është krijuar brenda 12 ditëve. Një kompani matrioshka dhe 2 përfaqësuesit e tjerë. E the këtë tani dhe do jemi po guaskat kështu krijuan. Nesër do kesh dhe një hetim tjetër nga Shtek, të cilët do ta sqaroj komplet. Do tjetë nga Spaku. Jo, hetimet të cilën ne kemi bërë dhe bashkë me dokumentat të vërtetuara dhe vetëm ta mbaroj të lutem mbylli se ndoshta këtu do të tërheq vëmendjen. 2 personat që përfaqësojnë këtë kompaninë këtu me 25% që duket nga dokumentat shqiptare, përfaqësojnë dhe 6 kompani të ndryshme holandese dhe 12 të tjera kompani, dhe janë vetëm thjesht drejtor. Dhe kanë si adres një kuti postare në Amsterdam që shërben vetëm thjesht për këtë. Për të tjerat, as nuk më lekohen të flas, as të them kush është francezi. Po le tani. Jo, po flasim për çështjen se u morëm, as kush është personi bullgar dhe as kush është personi rus. Se ka dhe bullgare. Po bullgar dhe rus janë këto që po flasim. Janë me dokumente. Do vazhdojmë pastaj. Po si ti ku do vazhdosh? Ti po them këta persona këtu përfaqësojnë, kjo është e dokumentuar dhe mbaj përgjegjësi. Përfaqësojnë 6 kompani. Gjithë emrat i do futur. Ti aty mua nuk më përjashton dot Kushnerin dhe zonjën që unë nuk shikom, unë kam parasysh që ju ngatrojni me Zvërnecin, me Sazanin ylli. Aty po ka dokumente të deklaruara. Unë kam që Sazani nuk është fare për të bërë. Jo, po nuk e dim këtë. Këtu do jemi, do shojnë. Unë po them, ajo që unë po them është ku ti referohen, ti marrim gjërat lutem, ku ti referohen mos e hapim nga fillimi, do jemi herë tjetër. Kompanit në lidhje me projektin që ka miratuar qeveria shqiptare. Tani të nderuar teleshikues, kjo një është e gjitha, por ne ndam në 2 pjesë për të bërë dallimet e ndryshme. Pjesa tjetër është, momenti tjetër është ku politika, ç'është politika dhe si po qëndron këtu. Dëgjuam kryeministrin e të gjithë, dëgjuam shmangin e doktor Berishës, dëgjuam që Arlind Qori del me të gjitha fuqitë dhe vërtet, ky zakonisht vërtet. Vërtet, drejt në vetë, atë... Rëndësishme që them vërtetën, toni zërit pasaj në varësit kontekst. Okej, jo, vërtet them në mënyrë figurative. Po. Jo, me edhe fizikisht vërtat, po protest vërtet. Del, në këtë rast është, tani të falenderoj shumë, Faleminderit për pjesën, shpresoj që të jemi, do të ndihmuar. shre tani shumë pak media, për shembull këtë protesta që u bë aty, unë me zgjedhjeta, i jepte vetëm syri një të ndarë në 2 pjesë, këtë i jepte pa zë, dhe këtë të trasgjinorve, e jepte me zë. Se u kujtova ti diçka. Pastaj e futi dhe Irfani shkret. Rajaj, Irfani e futi dhe ai këtë
protestën që ishte. Po nuk ka nevojë të tifuzin mediat. Jo, a mund të them dhe diçka? Për pjesa më butaforike e kësaj historie ishte 2 ditë përpara, kur të gjithë mediat publikuan reagimin e kompanisë, që i bie South Development, something like that, dhe ishte reagimi plot, po s'kishte asë çfarë kishte ndodhur asë. Dhe kompania në Shqipëri nuk ka as vend as zyra o ylli. Jo disa. Jo, media ju referuar, mediat kryesore ju referua. Flasani për veten se nuk duhet të Po ju referua se kishte bërë share besoj kryetares së Bashkisë së Vlorës. Ajo kishte bërë. Se ja për shembull tani më shkruan edhe Kozmaj që është miku i emisionit nga Amerika që e ndjek gjithmonë. Ne ndoqëm protestën nga fillimi deri në fund të plot. Me pamje, me gjitha. Se është abuzuar shumë media dhe është përfill njeri kur i bën. Ne ndoqëm nga fillimi deri në fund, edhe me telefonata dhe kërkesat shumë që mos të ndiqnin madje. E kupton? Jo, ajo që ishte që u shpërnda reagimi kompanisë. Por ta mohojnë tani kur Jemi te kjo pjesë e mbyllëm, domethënë të falenderoj shumë Lindita sepse edhe Shaban Kozmaj për shembull që mik emisionit e ndjek gjithmonë nga Amerika, emisionin tonë, nuk le asnjë emision pa ndjekur thotë që Edi Rama është mason. Thotë të gjitha dhe tani po njeriu është i lirë tani ti thotë të gjitha. Faleminderit për Të falenderoj shumë. Jo, dhe mund Publicitet rikthehemi më njëherë.